Përshëndetje të gjithëve. Kam një mikun tim. E kam hapur edhe podcastin Tiktalkun atëra. Na ka ardhur ka qenë i dyti dhe ka pas super shikueshmëri dhe kemi trajtuar super temë. Po atëherë kemi qenë 3 veta për çefin ton, sot jemi 8-8 për çefin ton. Nuk ka ndonjë temë specifike. Do flasim për çat na doj neve çefi, por janë 2 pikat kryesore. Zgjedhjet në Shqipëri dhe për atë që nuk flet njëri as i media, që janë ngjarjet në Gaza. Po jo të flasim për urrëtie, po të flasim se çfarë po ndodh me të vërtetë aty dhe pse po vazhdon gjithë ai sulm i përbindshëm ushtarak. Nuk e vendos dot i hebrejve kundër muslimanëve apo anasjellës, sepse nuk du me bën dasi fetare, sepse Zoti nuk gjendet në asnjë anë të atyre që po vrasin njëri tjetrin, të paktën ushtarakisht. Është Ermir Gjenishi, Ermirin juve e njihni, është talent, mendime, është shumë racional, ish kryetari i komunitetit musliman. Nën kryetar i komunitetit musliman. Para 20 e ca vite. Para 20 e ca vitesh, tani është një nga zërat më të lirë që juve mund të gjeni në qarkullim. Për këtë vendosem unë garant, sepse e kam darë tryezën shumë shpesh. Edhe gjatë emisione që na keni parë juve, po edhe pas kuintave që juve nuk i shifni shumë gjëra. Mirë se merda. Shpend mirë se të gjeta dhe urime. Të lum goja Allah. Të lum goja, të ngrënë goja veç mjalt. Nuk e ke iden sa të nevojshme e kam që teci kjo gjë dhe po ecën mashallah. Ka dash Zoti se po punoj për ditë. Por që nuk e ke iden se tani e kam kuptuar se ç'është është liria. Ajo është faktikisht. Se nuk kam qenë i lirë. Domethënë jo se më kam penguar njëri për të më fol, po që ishin shumë. Shiko, shumë mirë të provosh, ne themi shpesh herë njeriu ka talente, ka energji, ka mundësi. Po ku i provon këto gjëra? Kur je në turm, ti mund të jesh me të vërtetë një talent, mund të ketë me të vërtetë aftësi, po nuk dallohesh. Kjo do të thotë që të bëhesh egoist të ndahesh, po kur mbyllen korridoret, është më mirë të marrësh një sfidë të madhe. Fundi çfarë kuptimi ka jeta pas morë sfida. Po. Kjo t'jep dignitet, kjo t'jep edhe mësim, domethënë, ka një shprehje të bukur, një filozof thotë humbe këtë herë, thotë, unë nuk humb kurrë, thotë. Po ti humbe, thotë. Unë kur fitoj, thotë, por edhe kur fitoj, thotë, kur nuk fitoj, përsëri fitoj sepse mësoj se si mos humb. Kështu që është gjë e mirë, individualizmi është ai që bëri Europën. Shikoj. Individualizmi është ai që bëri rilindjen. Individualizmi është ai që bëri gjithçka që sot në Europë ne e quajmë me kështu fjalë thjeshta vlerat europiane. Individualizmi krijoi. Po mos ishte shpërthimi i rilindjes, po mos ishte shpërthimi i letërsisë, pastaj pak më vonë, domethënë humanizmi. Pastaj me atë që ndodh me zhvillimet e mëdha që ndodhen në Angli, gjitha ishin lëvizje individualiste, po që gjetën veten dhe mbështetjen. Kështu që unë përgëzoj dhe të uroj të eci mirë dhe me çka parë ka ecë mirë, me thënë drejtën, duke pas parasysh kohën e shkurtër që keni pas në dispozicion. Më thënë, kushdo që na ka parë neve o Ermir, më thënë, që në muajin e parë kemi dalë monetizim, që YouTube është super i vështirë që ta marrësh nga zero, flasim, se duhen 4.000 orë shikimi, duhen 1.000 subscribers original, dhe ajo kur e merr YouTube-in, e merr të importuar nga ty për shembull, ti do më lën YouTube-in tënd, ma shet mua, godet shumë algoritmin. Pra, nëse ti hedh gjëra fetare dhe unë hedh gjëra politike, algoritmi nuk e njeh të ndryshimin edhe mua ma ul. Dhe është e këshillueshme që ti ta marrësh ta rrizësh si një lule. E merr farën në xhep që se dallon njëri edhe ti e shikon që bëhet lis. Po do shumë ujë, do nerva, do krasitje, do gjëra. Dhe më mirë ta bëja vetë këtë se sa të futesha pjesë intrigave mediatike ku do një moment apo një tjetër unë do shpërtheja siç kam shpërthyer live. Shpend. Unë nuk jam në ekspert i madh i kësaj fushë, por me çka kam dëgjuar është kjo që bota pak të pas 10 vjetëve do shkojë te podcasti. Po. Do shkojë te media e lirë, te mediat sociale, sepse koha e televizioneve pothuajse u fik. Dhe kjo fal deviacionit madh që ndodhi
kur media u krijua si një zë për qytetarët, tash është kthyer në një propagandë pro pushtetit dhe kundër Të qytetarëve. ndyrë, se media propagandë. Se tek ne është Se unë për shembull me ty këtu, kur flasim për gandën, një lloj propagande po bëj. Po ne të dy po bëjmë një propagandë për dritën. Pra, ti hedhim çik syt atje se po bën krime, apo për politikën. Unë nuk po them që shikoj se Sali Berisha apo Izraeli apo Palestina kanë të drejtë. Se nuk e them dot se unë mendoj që asnjë nuk ka drejt. Drejt ka vetëm ai i lartë, qofshin fala, kupton? Ne jemi gjithë mëkatarë. Kush më thënë drejta ime mund të quhet drejt për ty. Dhe ana sjelltës. Kurse këta janë bë linjë editoriale apo vjen titulli, unë mbaj mend në një emision na ka ikur, kemi pas 3 tema, u bëm 2. Po u bë 2 para 5 minutave, që të fillonte. Jo, na u tha një ditë para. Pse? Sepse kisha ardhur për XY-in urdhër. Ndodh. Nuk është se u çudita për faktin që ndodhi, po u çudita se si ndodhi dhe mua. Edhe nuk isha fuqi ta kundërshtoja dot apo. Se to tjetër o vlla, do ha buk. Këtë drejt ke kujton, kjo lloj dikotomie më kujton një se filluam kështu lirshëm. Po, lirshëm është podcasti. Kujton një, nuk e di, nëse të kujtohet edhe ty Smithi, Adam Smithi kur doli me teorinë e kapitalizmit, doli me idenë, gjithçka të jetë e lirë. Ndërkohë një bashkëkohës i tij i thotë, patjetër që të jetë e lirë, po që të jetë e suksesshme duhet të jetë e vlefshme. Jo thjesht e lirë. Megjithatë, ne duhet ta fillojmë këtu pikërisht tek e lira. Nuk është e rëndësishme, nuk është e rëndësishme që patjetër njerëzit gjejnë vërtetën tek fjalët tona. Po njerëzit duhet të kuptojnë që ne i themi lirshëm, jemi vetvete, kjo që i thon. Mund të jemi edhe gabimor, se s'ka asgjë fare. Dhe jemi. Po është shumë e rëndësishme që ti jesh i lirë në gabimin që bën. Sa ti jesh slaf i gabimeve të tjera dhe ti e identifikon veten gabimtar me vetdije për të shërbyer dikujt tjetrit. Në jetën time, ndoshta kjo vjen edhe si pasojë familjes time. Jetezet që mua më kanë bër, fakti që kemi pas prona biznes, kemi pas punësuar, nuk kemi pas kuota, dhe mua i madhe dhe ime më nuk më ka thënë njëherë shiko se do ta durosh atë se 15 ditë. Ndoshta është merit e tyre që unë jam formsuar kështu. Po në çfarë do lloj pune, dhe ma kanë bërë pyetje shumë miq tan përbashkët, o gash, po si e le atë pa pasur një gjë tjetër. Edhe një miku joni përbashkët të çuditur kur i kam thënë nuk kam zotin o vlla. Opa, kam zotin na bësh ma gjën tjetër rrugë. Dakord o vlla për rrogën. Domethënë kishim rënë dakord parimisht, po në bank nuk ishim rënë dakord. Atë i bënë sikur s'kishte ndodhur as llogjë dhe unë jap dorëgjë, ngris letrat vlla, ç'a dorëgjës. As lodhe me dërguti dorëgjë. Ngris letrat s'vi më nesër dal fare të fshi. S'kisha gjon. Që po mpriste miri që do vetet e kjo puna tjetër. E ka gjetur punën tjetër direkt vlla. Pse? Sepse unë kam kuptuar vetëm një gjë, lidhjen vertikale. Mjafton që ti ta kesh zemrën e bardhë edhe të mbushur plot, edhe nuk të laj pa gjë vlla. Pjesa, ke drejt, pjesa, shumë pak njerëz e kuptojnë këtë dhe unë e kam të vërtetuar se tham për hipokrizi. Që të gjithë e kanë të vërtetuar faktikisht. Që të gjithë ndodh kjo, por shumë pak njerëz arrin ta lexojnë. Ka një dilemë të madhe që ngren Erik Fromm dhe thotë, që ka të bëjë pikërisht me këtë pjesë besoj. Ti jetosh për ngrënë apo të hash për të jetuar? Tashmë. Kjo është çështja Do të thonë kjo me këtë mund të bësh roman. Kjo është zgjidhja e gjithë kësaj historisë. Njeriu nuk jeton për të ngrënë. Vetëm ngrënia këtu nuk kupton pjesën materiale, gjithçka. Materializëm, forcën, gjithçka tjetër. Se nuk është vetëm kjo. Sa njerëz ke që duket çik marksiste, duket çik e majt si tem, po është humane në vetvete, nuk është e majt si tem. Sa njerëz ke që nuk i mungon asgjë. Madje nuk din as çfarë kërkojnë se e kanë. Po nuk janë të lumtur, shpend. Sepse lumturia është shumë dimensionale, lumturia nuk jo domosdoshmërisht kanë lënë nga stomaku dhe nga xhepi. Madje në mënyrë krejtësisht interesante ke shumë njerëz që nuk mbyllin dot muajin edhe përsëri shikon të gëzuar. Po. Në vuajtjen e vet, në skamin e vet në disa raste, domethënë është komplet gjë tjetër. Dhe njerëzit duhet dinë secili ka mënyrat e vet, apo duhet di ta përcaktojë brenda vetes tij çfarë bën të lumtur. Çfarë bën të lumtur njeriu? Lumturia, do të thënë, shikoj, nga që neve nuk lexojmë, edhe jo vetëm nuk lexojmë libra, po që të fillosh libra ti duhet të lexosh brenda vetes tënde. Do të thënë njerëzit e quajnë sëmundje akoma që ti të flasësh me veten tënde, të zhbirilosh. Ndërkohë që ajo bëri filozofinë greke. Ajo bëri filozofinë greke në thelb. Ajo e solli meditimin, Budën, gjitha gjërat, do të thënë thellësinë e ka bër intervenimin nën vete. Jo ta kërkosh, se nuk kërkohet as llogjë jashtë. Ja ku e ke të gjitha. All you have is all you need në thelb. Që ta kuptosh çfarë të bën të përmbush. Po neve nga që dëgjojmë media, shikojmë televizor, shikojmë laptopin,
kutinë e zez iPhone-in, Samsungun. Lumturi ndoshta na duket udhëtosh tër botën. Ja unë për shkakun këtë moment që po flas tani, lumturi për mua do ishte të shkelja 205 vende të botës. Po jam në të njëjtën fuqi të mendimit që e mendoj këtë që është lumturi, në të njëjtën kohë e kam mendimin që pasi ta shkel të 205-in, do të them jo, po s'pas kam qenë i lumtur, se s'pas ka bërë kjo të lumtur. Pra e kam këtë lloj dikotomie brenda vetes. Dhe kam zbuluar diçka. Kam parë njerëz që kam vdekur. Jam në moshën, e kam njohur vdekjen që 8 vjeç. Kam parë gjyshen time. Pjesë e natyrës njerëzore. Kam parë gjyshen time, po nuk e mendoja që njerëzit vdisnin 8 vjeç. Nuk e kisha akoma të formsuar. Dija që merrte Zoti, po se si merrte, s'kisha parë një trup ftohtë valla. Kam parë njerëz që kanë dhënë shpirt. Nuk e ke idem vlla sa e rëndësishme është për mua që të vdesi lumtur, të vdesi qet. Se ke idem vlla. E di kush është më interesantja, shpend. Ne jemi pak të dy një bresje, kemi jetuar pothuajse të dy epokat, edhe para 90-s edhe. Jo, unë jo. Aq sa. Unë jam 93. 93. Jam njeriu. Unë paktën pra. Po ti dakor, në rregull, ngatrova flokët e mi me tu, ke drejt këtë pjesë. Po. Edhe po thoja këtë, domethënë që ata që kanë jetuar dy breza, po ndroj pak. E kam parë mirë se çfarë do të thotë mungesa e lirisë, ndërkohë që i vjen mundësia e të jetuarit, me mundësisë për të jetuar të lirë, siç jemi sot. Ore është halli i madh, nuk gjen dot përgjigje të saktë, por pse ka kaq vështirë njerëzit të jenë të lirë? Ky është problemi i madh, sidomos për një popull si ne, që kemi provuar pa lirinë. Po se ka mungesë karakteri, mungesë formimi, mungesë dinjiteti, nuk din çfarë kërkojnë nga bota, frika me përballjen, frika nga do ketë. Jo, frika nga e panjohura. Gjithmonë është ajo e panjohur, ti gjithmonë e përball me të panjohurin. Dakor? Është ndrydhje valla. Janë të ndrydhur. Pra, ai është debat shumë i madh, domethënë, po mua më vret realiteti, pa dash bëj një analizë, më vret realiteti shqiptar. Pse ne shqiptarët e kemi kaq vështirë të jemi të lirë, të jemi vetvetja? Se shpesh herë themi shikoj se ka fajin Rama, shikoj se ka fajin Berisha, kanë disa media që s'na le. Zotëri çfarë pengon ti të bësh punë si shpendi? Çfarë pengon ti të hapësh një faqe online? Çfarë pengon ti të hapësh një gazetë tënde, domethënë ta thush fjalën tënde. Sepse të gjithë janë drejtuar nga xhepi dhe nga stomaku. Ky është gjithë problemi. Dhe këto harrojnë që njeriu nuk është vetëm ushqim. Më kujtohet diku në një libër kisha lexuar një artikulim shumë interesant ç'është njeriu vetvete, për çfarë ushqimi ka nevojë. Dhe i thonë ka nevojë për ushqim biologjik, që ushqehemi çdo ditë. Po. Ka nevojë thonë për ushqim shpirtëror, po ka nevojë edhe për ushqim mendor thotë. Për të treja. Tash nëse i mbyll të dy të fundit, rubinetat e kësaj të fundit, çfarë është një qenie që vetëm ushqehet me ushqim biologjik, siç ushqehet lopa, nuk duhet bëj asnjë fyrje për veten time, për llojin tonë njerëzor. Çfarë është? Është qenie instinktive. Po. Instinkt, është instinkt i pastër. Dhe kjo është ajo që po arrin ky sistem i madh globalist, sidomos në influencën e këtyre liberalëve të madh që po trajtojnë qenie njerëzore si një qenie instinktive. Merr këtë se përndryshe nëse s'merr këtë tek mua, ti je i përjashtuar dhe s'ke asgjë tjetër. Dhe kjo ka gjallë një lloj frike. Ka prej iniciative në njeriu për të ecur përpara. Dhe kjo nuk është një individ, është një frymë e madhe që ti nëse kërkon shpesh herë të jetosh i lirë, ti je i lirë më thjesht, nuk do të bësh asgjë, po thjesht je i lirë, më thjesht i lirë fare. Ka një farë po them mirëkuptimi i këtyre liberalëve, globalistëve që më njëherë emri etiketohet si pa dëshirueshëm tek gjithë tjerët, megjithëse ti s'ke pas asnjë kontakt më herë më para. Okej, kjo se po duket sikur po bëjmë një hyrje shumë pesimiste vetvete. Jo, është realizëm, realiteti pesët. Por jo vetëm në liri, sepse po e bëjmë zez, bardhëzi komplet. Shqipëri ka zëra të lirë, pa fund, sepse rrethin nuk e kanë ato, po ka pafundësisht edhe prurje intelektuale, ka edhe lider, ka të ri, edhe njerëz shumë të formuar, ka me shumë dinjitet. Unë mendoj që janë faza shpend që kanë kohën e vet derisa të eliminohen. Ndoshta tek ne zgjati çik më shumë se ç'duhet, por ne e kemi këtë mungesë, domethënë që gjithë fazat e zhvillimit shoqëror dhe vetëm i të zgjasin pak edhe me dëshirën tonë. Jo, po shikoj, se un kam bërë pyetje vetes time, si ka mundësi që Gjermania e pas luftës së dytë botërore e pati tranzicionin 15 vjet, vendi më i shkatruar i Europës, dhe Shqipëria që pati një
lloj nuk e pati as si Ceausescu, por që me vrasje me gjëra që të binte shteti, po thjesht u delegua. U hap u bë bipartiak në rastin më të mirë. Ai pati 34 vjeç. Pastaj duke bërë të njëjtën pyetje për ditë, ti mund të marrësh përgjigje të njëjtë, po vjen një moment që të hapet një ndryshim. Dhe thash, po mendoja, 45 vite si neve janë ekuivalent i 250 viteve, 300 viteve në një sistem demokratik. 45 vite në komunizëm këtu që s'ishte as komunizëm, ishte punizëm i frikshëm. Ishte punizëm, ishte diktaturë, për mua është diktatura më e madhe e djathtë ushtarake që ka pas ndonjëherë bota, nuk është as e madhe. E djathtë, ai ishte Pinochet. Domethënë bloku që ishte Manhattani, lajshe me qumësh dallëndyshe, 12 byroja politike dhe tjerët pastaj në mjerim. Domethënë, a kuptoni çfarë? Megjithatë shpendo se kjo është debat shumë i madh, Diktaturë ushtarake. Megjithatë kjo është ndoshta e diskutojmë një herë tjetër, se kjo është me të vërtetë temë për të diskutuar, se ne duke mos gjykuar për 50 vjeçin nuk e dim se çfarë po bëjmë këtë kohë. Dhe duket sikur ka një dakordsi që mos e prekim atë kohë. Ashtu siç kemi dakordsi mos prekim edhe para 50 vjetëve. Edhe mohimi i historisë është problem shumë i madh, sepse ti rrezikon të përsërisësh të njëjtat gabime. Por ndoshta bëjmë një herë një bisedë për çështjen e 50 vjetëve të Shqipërisë. Nuk ishte vetë për mendimin tim, nuk ishte thjesht çështja e prototipave që erdhën pushtet pas 45, po ishte edhe politika globale që ndikon dhe politika rajonale që ndikon, domethënë. Shqipërinë e lan pas dore. Po, e lan harres, jo pas dore. E përjashtuan fare, sepse rreshtimi i Shqipërisë në aleatët e mëdhej perëndimor, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Britani nuk ishte gjë e vogël, domethënë. Ishin nga shtetet e para dhe të anashkalohet. Patëm viktimat tona pafund, absolutisht. Aq sa pat mundësi Shqipëria luftoi pafund. Dhe ishte një luftë shumë e lavdishme, cilën çuditërisht edhe djathët me zore përmendin sot, është lavdi. Këtu ku doje të shkoje, ku jeti tani në NATO, në Europë e tjerë, ato kishin aleat në vitet 40. Nuk është gjë e vogël, domethënë. Por tani ndryshimi i trajektores ka edhe faktorë të brendshëm patjetër, por ka edhe shumë faktorë të jashtëm të cilët ne dhe kjo pjesë mua nuk pëlqen fare, dhe pjesa shqiptare, pjesa mercenarizmit, pjesa servilizmit, që bëhesh gjithmonë me të fortin me fitimtarin, nuk është gjithmonë kështu, nuk është domosdoshmërisht bëhesh me të fortin me fitimtarin. Se pyetja është, po sikur Gjermania të kishte fituar luftën. Do flisim gjermanisht të dyne. Sot ne flisim gjermanisht. Neve mund të flisim gjermanisht të dy. Po. Por edhe mund mos flisnim. Domethënë, po sikur të kishim Draf Sav Dardani Sanxhak. Po ashtu e kishin ndarë mendjen ai. Ashtu i ishim në vend, në atë 43, 44. Ashtu ishte i flamuri. Ishte harta. Edhe duqet njëjtën gjë. Po këto pra janë gjërat që duhet merren në referendum. Vittorio Emanuele, imperatore d'Italia, e il re dell'Albania e Somalia. A kupton? Etiopia, në fakt. Etiopia. Imagjino nga këtu tank direkt në fund të Afrikës. Kishte bërë tre këndshën Rom, Tiranë, Durrës në atë rast, Durrës edhe Etiopi. Pra, nuk është se ta paskër kishin qenë të këqindë dhe këta të mirët. Luftuan 2 kampe, doli një kamp fitimtar, Shqipëria në atë kohë ishte renditur me ishte renditur me Boshnin Qendror, balli kombëtar që vdet Deva e tjerë u morën me trupat e SS dhe me gjitha sepse bën të paktin, është fakt historik apo. Kishte fituar lufta do flisim ndryshe. Humbën luftën, aleatët na lanë në harres. Pse? Sepse për 1, 2, 3, 4 arsye. Dhe ne sot jemi në pikën që historinë bën ai që fiton luftën. Që fiton luftën. Dhe kjo ndodh edhe në Shqipëri. Absolutisht. Nuk është rasti i përjashtuar. Por pyetja ime është 43, 45. Është luftë nacional qërimtare apo luftë civile? Kjo është pyetja ime. Pyetje e fortë. Për mua është luftë civile. Mirë, kam argumente. Unë jam kundër kësaj. Do në një temë tjetër. Mund të kesh argumenta, sigurisht që ka pasur përplasje, sigurisht që ka pasur edhe individ vrar, edhe ande dhe këtej, ndoshta më shumë të pakica nacionaliste, më shumë të ande, patjetër. Po çështja është që këto janë fenomene që kanë dhe aspektin e vet teorik, kanë dhe përkufizimet e tyre politike. Nuk ka luftë civile në një vend që është i pushtuar. Kishte rivalitete politike, kishte rrymë politike, shpesh herë bashkoheshin, për shembull, ti mos harro diçka tjetër. Para se ndodhi kjo ishte mukja dhe gjithë pjesët ishin bashk. Nuk ishte ndodhur asgjë para kësaj. Apo jo? Po. Atëherë, mos e shikojmë një përplasje civile. Pse u prish mukja? Kush e prishi mukën?
Nuk e prish Jugoslavët dash. A pra, po kush kë financon Jugosllavët? Dakor. A pra, dakor. Tu është fillon argumenti. Dakor, po shiko, un nuk e shoh politikën të lidhur me individ. Un politikën e shikoj si ngjarje ku individët kanë vendin e tyre të kufizuar. Po. Çfarë do lloj funksioni të kenë, domethënë. Çfarë do lloj funksioni të kenë. Kështu që në një vend nuk mund të thuash luftë civile se u bë një vit. Ose pak asnjë vit jo, domethënë. Atë çau bën nga 39 deri në 43 për të pyetur ty, domethënë. Ishte luftë e pastër. Luftë e pastër ishte, po. Ishte luftë e pastër, po në momentin që këta ikën 43-44, domethënë ikën u mor vesh e Boshtira, se ishte marrë vesh lufta, domethënë gjithë qëndrimi i trupave gjerman ishte në Stalingrad. Sulmi Barbarossa. Mirë, të bëj një pyetje tjetër, meqense bëjmë më shumë pyetje përgjigje. Kështu është podcasti, po podcasti kështu është, pyetje përgjigje. Në qoftë se lehtë do ishin më të kujdesshëm me të gjithë fraksionet që luftonin në Shqipëri, a do ishte krijuar korridori që të kishte ndërhyrje slave në Shqipëri, jugoslave? Nuk do kishin. Besoj se edhe mund të kishte. Pse do kishte? Nëse do kishin zënë këtë terrenin. Ne jemi në shpend. Ne do të thash edhe një herë, është shumë e rëndësishme vlerësimi i saktë i faktorit jashtëm, se sa faktori brendshëm. Ne vet shpend. Pa ndihmën angleze, pa ndihmën amerikanëve, nuk bënim dot luftë, se s'kishim as armë. Apo jo, ishin avionët alatëve që sillnin armë në Shqipëri. Jam 1 miliard % për ty. Po çështja është që fronti u hap, u bë aq i madh dhe interesi i tyre ishte të mbyllnin vijën e madhe të frontit, vija e madhe e frontit mbyllen në Jugosllavi, sepse nga atje do vinte pjesa dhe Greqia poshtë, dhe ne ngelëm si një ishull. Domethënë, tek unë është kjo. Si ka mundsi? Nuk dua edhe një herë, e pranoj idenë që ka pasur edhe vrasje. Vllavrasje. Po nuk mund, vllavrasje, vllavrasje, kjo është për arsye politike, dakor. Për arsye politike, jo, edhe herë. Nuk është ashtu vllavrasje, sepse lufta civile është gjë tjetër. Këtu nuk e patur ti. Hajde se po shkojmë në Cakran tashin, sepse kemi disa njerëz me bandë i bim gjithë fshatit, nuk ka bërë njëri këtë. Këtu është bërë fjalë që janë përplas individ që kanë qenë në fraksione të ndryshme politike dhe ushtarake deri diku, kupton? Kështu që s'është luftë civile, aq më shumë që ishin të pushtuar, aq më shumë që nuk ka kohë zgjatje, ë? Kjo ishte edhe për arsyeën e mungesës koshiencës të vetë faktorit shqiptar se çfarë po ndodh me këtë vend. Pastaj gjërat ndodhen nga fundi, ashtu siç thënë ti, kur mor vesh se ra forca naziste komplet, domethënë dhe gjithë ata që ishin me Hitlerin, ran. Atëherë secili është normali, secili do përpiqet të kapë pushtetin, kur ta marrë pushtetin. E vërteta ishte që ishin më shumë, nuk them komunistët, nacional shqiptarët, unë nuk e përdor kur fjalën komunistët shpend, se nuk ka pas komunist as 43, as 24, as 45, kot thon. Sigurisht që formoi Partia Komuniste, po ato që dolin mal ishin çobenjo bu. Ishin fshatarë bu. Komunisti më i mirë e vrau vetë, edhe vet Ramiz Alia më kujtohet në një intervistë tim pa thënë domosdoshmë që nëse kishim ide kush ishte komunizmi, dhe kjo është normale më. Ti çfarë do dieti për komunizmin, 90% e popullit ishin analfabet o njëri. Kupton? Kështu që të mos e rëndojmë më shumë se ç'duhet, ta marrim faktin ashtu siç është. Po, fakti është. Po mos e rëndojmë, mos e zbukurojmë më shumë se ç'duhet, domethënë sepse aq sa ishim ne faktor, ishin shumë më tepër të huajt faktor për gjendjen që ndodh në Shqipëri. Kjo është pak për e sigurt. Dhe unë dua, nuk vjen fare, nuk kam fare ngarkesën shpend, unë jam nipi Mustafa Gjinishi. Po, e di. Por nuk jam nga ata njerëz, domethënë që për shkak të asaj që ndodhi me Mustafajin, ti vej vizën historisë të vendit. Jo, kjo fare. Nuk kam fare kësaj kompleksesh. Me gjithë nderimin për gjakun tim ashtu siç ke ti, çdo shqiptar tjetër, domethënë. Po kur është fjala për të vlerësuar një ngjarje, nuk do ta krijosh ngjarjen ti duke vënë veten tënde në epiqendër, se kjo është e gabuar. Dhe ne duhet heqim dorë nga këto gjëra. Ti themi gjërat siç janë, ashtu sikurse tendenca për ta rishkruar edhe një herë historinë, ose tre historia shkruhet gjithmonë, nuk ka herë finale historia, shkruhet historia amerikane. Nëse ka fakte të reja plotsoje mo. Nëse ka fakte që tregojnë të kundërtën asaj që ndodhi, po më hiqe. Po ideja që të shkruajmë historinë, domethënë, është gabim fatal. Nuk duhet të ekzistojë. Mirë se të mora shumë kohë. Jo, s'ka problem, unë po dëgjoj me vëmendje se më lindi një pyetje tjetër. Për shembull, edhe unë jam te kjo pjesa e shikoj, njerëzit thua që nuk kanë fjalor, a nuk din të gjejnë fjalët, përdoren një fjalë që të krijon shumë keq kuptime. Jo ta rishkruash historinë. Ta fshim, se rishkrimi është unë po e fshi kë, po dhe bën tre. Po bëj tre. Ajo s'është histori më pastaj, ajo është komplet propagandë. Bëj histori vëlla. Pra krijo historinë tënde, plotso puzzle-in saktë. Po,
Pra merre Po pse? çfarë na mungon neve, ne na mungon. Patjetër, edhe kjo pjesë, edhe kjo pjesë që po flasim bashkë. Pavarësisht se është trajtuar kështu Ne në na mungon botime. 45 valla. Më thënë nga 45 deri në 90-ën ka nevojë për një rishqyrtim sepse ka nomenklatura komuniste. Se nuk bëhet ashtu shpejt. Nuk kemi historianë, Kush nuk do ta kemi bëjë? studiues ne, Kush do ta bëjë? sepse është ajo pjesa që fillim të herës. Nuk dim se ç'është liria. Rri i lirë, shkruaj i lirë, që Pra, në baza shkencë, se historia është shkencë. Çfarë do bënte një francez? Nuk është roman që ti ta përdredhësh si duash. Ermir, çfarë do bënte një francez me komunizmin 45 vjeç të Shqipërisë? Në raste më të keq do ta marketonte që të sillte turizëm kulturor për të parë se çka ka bërë Partia Komuniste apo Partia e Punës. Neve prishëm azotikun, prishëm metalurgjikun. Vet neve. Po e di pse bëjnë këtë më shpejt. Sepse kur vi unë që s'kam asgjë në këtë histori, më erdhi pushteti mua. Më erdhi pushteti, e mora pushtet, çfarë si ka, domethënë. Unë për të krijuar mundësinë e vazhdimësisë vetes time, që nuk kam asnjë lloj merite, se tu është gjithë problemi më. Te merita, atëherë si mund ta arrij këtë, duke fshirë gjithçka që ke bërë ti dhe pavarësit e mi. Dhe kjo ka ndodhur në Shqipëri. Ti më sjell rastin e Francës mua. Po gjatë gjithë historisë Francës ka merit, pushteti ka merit, në Itali ka merit, absolutisht, ka meritokraci. Absolutisht. Kupton? Kjo ka ndodhur në Shqipëri gjatë 35 vete dhe vazhdon akoma. Duket çik si tezë shumë nacionaliste, kjo ultranacionaliste. Çfarë do thotë domethënë, të marrim këto që kanë luftuar heroj të gjejmë genin e Skënderbeut apo ku ta diun çfarë, domethënë nuk është kjo historia. Ato që kanë dhënë. Ne kemi humbur respektin për veten tonë. Çfarë të keqe ka të po themun të nderosh familjen e Asharave, familjen e Buletinit, familjen e Vlorajve, e sa familja tjera kanë Shqipëri, domethënë. Tjetër pa fund njerëz. Domethënë ne këto i përmendim vetëm si ilustrime dhe shembuj për interes të ideve tona dhe pushteteve tona, dhe jo për t'i dhënë. Ne jemi një zero para këtyre shpend. Këto e kanë bërë Shqipërinë. Këto familje mëdha, këto parti, këto personalitetet mëdha, zotëri. Dhe ne i marrim dhe ka një diferencë madhe, s'du të marr kohë. Mos e përdor më këtë marko, e ke kohën tënde, jemi të dy bashkë për çef. Kush ishte Chelsea i këtyre njerëzve, shpend, pse kemi kaq respekt sot ne? Pse 50 vjet disa nga këto emra u mundua të fshihen dhe u fshin, po ja kur ringjallën prap, sepse ka një të vërtetë madhe që nuk mund ta zhdukesh më shpend. Këto dhanë gjithçka kishin për të bërë Shqipërinë, ndërsa ne kemi 35 vjet. Që kemi të gjitha, që kemi gjithë lirinë dhe mbajmë pushtet njerëz që marrin gjithçka nga Shqipëria për të bërë veten e tyre. Ky është halli i madh. Ky është diferenca. Mirë. Dhe të lëndon fakti kur janë pikërisht të njerëz që vendosin në muret e zyrave të tyre figurën e Ismail Qemalit apo të Fishtës apo Padre Anton Arabit apo ku ta diun çfarë. Po është merr i madh, se s'mund të shihesh pas këtyre gjigantëve. Këta e përdosin, më thënë këta dhe herojnë kombëtar e marrin edhe e përdorin politikisht për prodhim elektoral. A kuptoni çfarë? Do të thonë tu ka vajtur. Po dëgjoja, shikoj çfarë retorike, do dëgjosh fjalë ose dëgjosh. Gjithkusht i ka të botuar sot, për shembull, meqense ngelëm te Fishtat, lexosh fjalimet e Fishtës, qoftë kongreset e gjuhës shqipe. Lexosh Lahuton, domethënë një epos jo shqiptar, po ballkanik. Nuk ke më njëri. Aq sa kur lexon shkrimet e sotme ose dëgjon shqiptarët e sotëm komentarët që zëjnë hapësirën publike, po nuk janë këto. E vërteta, ty duket sikur je një gen tjetër. Ato kanë qenë gen tjetër dhe nuk kanë gen jot. Ti je diçka tjetër. Jo, kanë qenë gen jot. Po është pikërisht kjo pjesë. Ato dhanë gjithçka për të bërë Shqipërinë. Ti me drejt përmendet periudhën e komunizmit, me gjithë fatalitetet që pati, me gjithë kritikat që ne kemi, po ka diçka të vërtetë shpend. Ato nuk morën minjera ti çojnë jashtë shtetit dhe të kenë xhiro llogarie shpend. Po. Kishte defekte pafunda. Sistemi jo. Individët pas 90-s të dalë nga ajo parti, po them ato bllokmenët, po themi byreja politike, kputet domethënë 90-ën, nuk i gjeti xhiro llogari jashtë. Edhe shtëpitë e tyre ato i kishin emër shtetit, nuk i kishin emër në vet. Apo jo. Kishte defekte pafund, hajde rrim qëndrojmë. Por ama qasja atyre nuk qenë në këtë lloj ekstremiteti. Këto nuk ne nga 91 e këtej nuk krijum kapitalizëm, ne krijum hajdutëri. Ne vodhëm pronën, shkatruam pronën dhe aty filloi loja. Sepse çka kishte Shqipëria në 90-ën, pikërisht ku do fillonte ekonomia e lirë në Shqipëri, ku do fillonte te Google-i, te Microsofti, te prona do fillonte burr te Baktia. Ti momenti që zhduke pronën, zhduke mundësinë aty.
dhe gjithë pasaj u dyndën sa në Itali, sa në Greqi, gjithkund tjetër dhe vazhdon sot e kësaj dite kjo dhimbje e madhe. Domethënë është e keqe shpend ta bësh të krahasim. Po të mendosh të keqen që bëri ai sistem, me çfarë trashëguan individët që ishin në krye të sistemi, që ishin zero në trashëgimim, po themi, pavarësisht se kishte i far diferencë, se kishin ndonjë vil blok, po kaq kishin ama, dhe në fund fare ishin shtetit. Dhe çfarë kanë bën këto? Në këto 30 vite që erdhën nga kasollat. Edhe nëse nuk erdhën nga kasollat, erdhën nga para fabrikatat, po nuk kishin asgjë në historinë e Shqipërisë, pjesa më e madhe atyre, se ka dhe njerëz nderuar. Këto 30 vjet. Ky është krim shumë i madh që ne kemi bërë vetes ton kur na u dha liria. Unë mendoj se neve akoma nuk dim se çfarë të bëjmë me lirinë. E kemi një test për t'i dhënë fund tranzicionit këto zgjedhje, kur na është krijuar një stereotip i një lideri ose një bosi të fuqishëm ose një udhëheqësi paranoiak, siç e kemi pasur për 45 vite. A do dim të tregojmë që kemi mësuar nga historia, ngelet për të parë në 11 maj. Shpend, nëse nuk di tani kuptova pyetjen tënde, kur më thua për liderin që kemi, ke parasysh liderin e rilindjes apo? Po. Edi Rama, liderin e Shqipërisë, është kryeministri i imi dhe jo. Edi Rama nuk është lider. Prandaj ta thash udhëheqësi se më thënë du me Führeri, Obershtyn Führeri. Po ai vetëm lider, më thënë, unë mendoj se rritë udhëheqësi, jo te lideri. Nuk është lider, se lideri lë pasardhës, lideri mendon 50 vjet më pas. E para një që lideri ka kualitet. Po, çfarë kualiteti ka? Zero kvalitet. Domethënë, unë kujtoj vitet 2012-2013 kur po kalonte nga opozita në pushtet, nëse të kujtohet aty Rama sa herë që dilte në komunikim publik dilte me letër. Të kujtohet gjithmonë me letër. Po. Tani mori pushtetin e ka flak letrën, por shiko çfarë broçkulla shlet. Sepse nuk kemi asgjë me Ram, po flasim për udhëheqësin politik të rilindjes. Nuk ka formim më shpend. Nuk ka formim më shpend. Dëgjoj të gjitha të folur aty, se mund thuash ti, mirë, leje tash se është në fushat dhe shqiptar duan çik tallava. Okej, nuk kemi, po marr të gjithë fjalimet e tij, gjithë diskutimet e tij publike nëpër media, janë krejt bulizime, një fjalor i ulët, një fjalor tallës. Dhe ajo që mua më lëndon përçmues mor. Ti nuk mund ta përçmosh kundërshtarin tënd. Nuk mund ta përçmosh apo. Mund mos e duash, mund mos e vlerësosh, por nuk e përçmon dot apo, se ka etik debati publik. Po ka etik edhe qytetari në rrugë me njëri tjetrin. Ore ne hym çdo ditë në pallat dhe nuk njohim gjysmën e banorëve të pallatit. Kjo nuk do të thotë që nuk e përshëndet. Po kjo do të thotë që nuk e përshëndet apo ridat. Kjo do të thotë që kur ke një hall do vendosin diçka për pallat, hajde mblidhe me të gjithë apo, që mund të shifësh një herë në 50 në ato. Ky nuk ka formim, nuk ka bot kuptim. Ky ka vetëm egon e tij personale. Dhe po ta shikosh, egoja e tij ka kaluar çdo lloj lideri që ke pasur gjatë asaj periudhe që folet ti 50 vjeçare. Nuk ky thot vetëm unë të shoj në Europë, thot. Vetëm unë. Ndërkohë që ti je një vend ku mbi 90% e banorëve shqiptarëve janë pro Europës dhe pro perëndimit. Leje pas të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ti je një vend nga të paktët që nuk ke asnjë parti politike, asnjë rrymore, asnjë fraksion kundër Europës. Dhe mund vjen keq për këtë pjesë, po më mirë të kishte, se s'ka asgjë, pasuron. Po e pasuron se duket si mercenar kështu. Euroskeptik, po se zëm pesh shumë neve. Po nuk i bën keq po them edhe po tishin, kupton? E megjithatë, ky nuk ka asnjë lloj konjunkture për të thënë që shiko se ne jemi forca i thotë, e megjithatë thotë, jo vetëm që jemi ne forca, po jam vetëm unë, thotë ky. Dhe unë po them ty shpend se ti edhe besimtar pak si puna ime. Do zoti nuk i ndodh ndaj aksident, se ne ngelëm pa shku në Europë, burr. Po. Kjo është për qesh. Jo, mua vjen mirë. Shiko ç'a niveli është. Jo se ju uroj Obershtyn Führerit ton që ti ndodhi gjë, kupton? Mua vjen mirë se unë jam euroskeptik, unë s'du më vaj në Europë. Dhe ne teksa merremi sepse është kryeminist, se s'na intereson asgjë jetës tij private. Dhe të vjen keq o burr se si gjithë këto media, edhe ne jemi shumë mirë tek kanalet, media në Shqipëri ka më shumë se në gjithë Ballkanin për vërtetë. Dhe si këto media nuk kanë pak dinjitet o burr i dha. Erdhi në pushtet dhe hapi ato mbledhjet e kryeministrisë dhe fuste mediat, çdo gjë do jetë transparente, 2 muaj zgjati. Tani ti nuk ke asgjë. Tani marrveshjet miliarda lek ti merr vesh kur plasin në Europë nëpër mediat europiane. Domethënë, ç'është kjo më? Sistem mafioz. Dhe ti më thua mua, e ka fajin vetëm Edi Rama, jo shpend.
e ka fajin gjithë shoqëria shqiptare. Po. Unë nuk jam me idenë gjithë fajtorë, gjithë ashtu domethënë atë në Kemi të gjithë pjesën tonë të fajta, po nuk lëviz dot as Rama, as Berisha, as kushdo qoftë, ose nëse ti krijon një standard vetes tënde si shoqëri. Dhe kur themi standard shoqëror, shpend ai fillon nga individi. Nuk ka magji që të ngrehet një lagje dhe krijoj një standard më herë, po fillon edhe se e fillon pak herët e fillon me 12-ën. Po. Ato individ ishin modeli i Vlorajt ishin modeli i Vlorës, apo jo? Po. Ali Aslani ishte model për Fishta ishte model për veriun dhe pjesën katolike, nëse do ta bëjmë religjioz. Absolutisht. Hafiz Dalliu, i cili ishte kontribues dhe nismëtar i shpalljes së flamurit në Tiranë, ishte model për Tiranën. Në çdo qytet ke pas gjëra të tilla modele. Dhe unë nuk e kam që të shkojmë ta adhurojmë familje dhe pasardhësit e tyre, se mund të jenë nul ato pasardhësit të burr. Por ti respekto modelet e mira që ka ai shoqëri. Dhe ato fillojnë thash që nga pallati, që nga lagja etj. Kjo është linja që kemi humbur ne. Dhe kjo është linja dhe mbi të gjitha se njeriu është qenie shumë e manipulueshme. Truri i njeriu manipulohet shumë shpejt. Dhe kjo është propaganda pastaj nga krau tjetër që na servir gjatë tyre 30 vjetëve duke na krijuar duke na mohuar lirinë dhe duke na dhënë vetëm dy mundësi zgjedhje, ose kultin e shpendit ose kultin e ermirit. Jo mos do të ikim nga kulti. Ç'është kulti më? Kush është kulti më? Do merrem çik tash birilojmë pak se si ka arritur për 12 vjet të krijojë këtë lloj imazhi për veten. Për shembull po e nison. Ti je shumë bukur, edhe unë kam kapur se armikun duhet ta studiosh. Ka ardhur me letër. Mori pushtetin në 2017 filloi u bë Edi Rama që njohim sot në aty ka hedhur themelet e sendërtimit të partisë njeri, se Partia Socialiste sot është kthyer në parti njeri, vetëm me Edin në Europë dhe PS-n në cep. Siç ka ca kështu sa moto, vetëm përpara, vetëm përpara, vetëm shterb komplet si ide, s'ka mendim fare. Pikërisht. Nuk ka si mendim, çfarë mendim. Për të shkuar deri këtu, ai çka ka bërë? Ka punuar me kolona të pesta tërkohës. Blim Median, fut programacion, hiq Ermirin, Gashin, X-in, Y-in, fut Hysenin, Kadiun, Kadriun, Fistekun, të shajnë nga Europë me njëri tjetrin, të zihen, të masakrohen, të gjithë lëpirësa dhe servilat të tij personal. Fut programacion sklever personal. Do ta përmendesh të bravo. Janë eunukët e tij. Ata janë eunukët politikë dhe mediatik. Duket çik si rënd fjalori që përdorim sot. Eunuk është. Ktu është pa censur. Eunuk është. Ata që i vënë lëpin sahanin atij lloj njeriu dhe vjellin vrer ndaj çdo lloj gjoje vetëm për ta mbrojtur në çmenduri atë, nuk ka, do të jemi shumë kursyr kur i themi eunuk. Hap një programacion tjetër. Fut eskorta model vajzash. Pa kupton çfarë po bëhet atë tre. Domethënë vajza ime nesër me hap televizorin, unë do rritë ditë se polici vajzës së bush. Do ta hapi, do ta shikoj modelat atë. Ti mund të rish ditë për ditë aty. Pse jemi këtu shpendishe pyetja. Çfarë bëri ky njeriu? Ky njeriu si arriti? Ky njeriu i ngriti këto lloj gjonash për të kaluar tek ajo egoizmi te egoizmi vet personal te uni, që ky do vetëm me u glorifiku vet, nuk ka rëndësi nëse këtij çdo lloj toke që shkel ky kthehet Kartagjen pasma kriposet. Ky mjafton që kur shkelit, ky do shkelin në bar. Pastaj se çka ngelet pas, le të bëhet krip, bëhet shterp, shpend. Po. Ai nuk mendon, më thojti mua, ky është një manipulim shumë i madh që na ka ndodhur ne. Të lutem, edhe një pyetje të fundit dhe pastaj do të lë ashtu. Çfarë duash? Në një kohë paqe, kryeministri i vendit tim dhe tëndit jeton në bunker. Në kohë paqe vëlla. Ndërkohë Emanueli, që ishte një 50 i gjatë, bëri gjithatë pallat që zbukuron Romën sot e kësaj dite. Në lufta. Ky i gjati, po. Ky i gjati bëri një bunker dhe zhytën top. Është problem shumë i madh. Kjo është psikoza. Këtë dua unë ta diskutojmë bashkë. Mirë, para se të vinte kjo pjesë, sepse është mirë të marrësh në konsiderat faktet se çfarë bën përpara se çfarë është. Apo jo. Ky erdhi me gjithë tezat e liberalëve, me ekonominë e tregut, me drejtësinë funksionale të tjera. Faktikisht ky i kapi më keq se çdo herë tjetër tash. E vërteta. Domethënë, ti sot kur flet për ekonomi tregu, përmend vetëm disa oligark. Po. Sepse këto bizneset e lagjes, këto kafet, e shkreta këto janë të mbaruara të gjitha. Po marr një krahasim të dobët. Po. Ky luan me një propagandë në mënyrë të poshtër. Imagjinoni akoma vazhdon përmend po isha sot në Shkodër, ziku ishte vlemur ajo është më rrë në 97 ta përmendesh mas kaq vitesh, ndërkohë që aty kemo futë. Ora se përmend Gërdecin, ke 12 pushtet do buri dhe atë. Futi më njerëzit në burg. Çfarë kuptim? Se thot se ka mund drejtësinë. Bëj dosje zotëri. Çoj ke drejtësia, s'ke çuar si dosje.
çoj ke spagu, nuk e çua si dosje. Berisha është kështu, familja është kështu, çoj ke spagu zotëri. Dhe pastaj fol, patjetër që të flasësh, po çoj një herë ke spagu. Propaganda e vështirë më, këtë se bën Kim Jong, këtë që bën ky më. Kupton? E dyta, ose për shembull, po dëgjoja këtë ditë përmendi se na akuzojmë se s'kemi hap 300.000 vende pune dhe urdhëron se nxirrte disa statistika të statit. O mik, e di çfarë thot, se ne kemi bërë, thonë, kupton? E di çfarë thot të hapësh 300.000 vende pune, që të kesh 200 fabrika gjigante. Ku i ke më njëri? Është e thjeshtë, mo shpend llogaria më. Dhe ti nuk mund, dhe ky ka një drejt në gjithë alegorin tallse, therse, këtë satirën që nuk është satirë, por është bullizëm kur thot bufa, po ne jemi kthyer në bufa faktikisht. Jo Sali Berisha. Gjithë ne kemi kthyer në bufa dhe na trajton si bufa. Kur thot kemi bërë 300.000 vende, po ku i ke më njëri? Na tha 24 orë ujë, po ku e ke më valla? Unë jetoj me stymshyrë më buri dha. Po nuk kam ujë njëri. Kam dhe pompë të brendshme dhe depozit brenda shtëpisë dhe nuk mbushen nëse s'punon pompa e poshtë me pallatit o buri dha. Jam mes Tiranës. Lagje më të mirë Tiranës, me stymshyrë. Dhe ky vazhdon. Domethënë, çfarë bëri ky? Dhe pse duhet iki ky njeri? Jo pse është Sali Berisha i mirë. Jo pse kemi disa të majtë dhe duhet të sjellin disa djathtë. Po ky ka prish lojën e demokracisë më shpejt. Ti në Shqipëri nuk e zgjedhë o njeri. Tash të flasim shqip dhe kjo s'është për pse pas një jave ne kemi zgjedhje. Ne dim se çfarë ndodhi 2021-shin. Lexo, shikomër se i ke zyrtare. Lexon ose bëjë di. Shif shifrat e KQZ-s ose zotëri. Opozita ka marrë shumë më tepër vota se sa ky qeverisë. Pse? Sepse ka bërë këto marrëveshjet, ka bërë këto deformimet elektorale. Herë në bashkëpunim me ca eunuk tjerë të palës kundërshtare, herë i bën në mënyrë të një anshme duke bler disa nënpunës të Europës Shqipëri që e kanë bërë Shqipërinë si tender, më shumë zihen për ta në Shqipëri se sa për shkuar ambasador Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse është leku shpend, sepse është degradim edhe. Prandaj thash që gjithmonë zhvillimet mos shiko vetëm brenda vetes, është degradim i Bashkimit Evropian shpend. Sepse mjafton që herën tjetër, un kam qenë në fushat herën tjetër 2021. Po. Në Elbasan u vra një djalë mund mes të Elbasanit. Po. Dhe u kapën ato. Ndjes pas. U kapën kushdo qoftë. Pipja. Po. Kushdo qoftë. Dhe u kapën ato materialet e votimit brenda atyre makinave tjera dhe prokurori doli tha e ke publika o njeri. Nuk ka pasur materiale. Elektorale. Ne kena parë vetë te makina. Dhe ti tashi e morën dhe e ngritën detyrat në Shqipëri, atë prokurorin, kupton? E ngritën detyrat në Tiranë dhe ndërkohë u rihap çështja dhe gjykata nxori që po ka pasur, po provat kanë qenë që ditë më shpejt, nuk janë pasur rrugës. Kjo është po të sill rasti më banal të kapjes. 21 janari është të ofendosh e të përdhunosh shpirtin familjeve të vdekurve, po dhe neve na përdhunosh barbarisht. Pra një nga të akuzuarit që ti e ke ngritur kauzën tënde nga 2011 në 2013, shefi grupit të pushkatimit bëri kryetar bashkie. Çfarë bëni kryetar bashkie? Tani ka një njeri me inteligjencë, ore larg se s'mos do goja. Shpend, njeriu është qenie e manipulueshme, ta thash fillim të herës. Ky ka gjithë makinerinë e manipulimit mediatik, na mbyt me lajme falso, na mbyt me propagandë. Kuptohet, mbyt ato njerëz që kanë gojën hapur për të mbyt, sepse ka disa të tjerë që e kanë zgjedh. Shikoj, po të shifsha këtë, unë nuk e njoh këtë djalin të Elir Vrenozin. Po e di për shkak disa miqë të mi që është një njeri që këto 35 vite ka qenë djathas, nuk ka përfituar kurrë asgjë. Nuk ka hyrë kurrë punë nga djatha. Domethënë ai ka bindje. Janë shumë pak njerëz si ai. Unë nuk e njoh dhe nuk duhet të them se çfarë është. Shikoj si qëndron ai njeri më puri dhe. Nuk ka para për ilaç më njeri. Edhe ai qëndron, domethënë është çështje dinjiteti shpend. Kapi se po flisim çfarë bëri ky njeri për të kuptuar çfarë është. Tham që prishi gjithë rregullat e sistemit. Shkatroi ekonominë lirë, nuk ka ekonominë lirë. Hajde futun garti mik. Krijo një kompani ti zotëri. Nuk bëhet fjalë. Pa 30% që në dorë nuk ka shanse. Po lexojsha, po shikosha para ca ditësh ishte një prototip këtej nga Peçi këtej poshtë, domethënë 60 milion euro për me Peçi. Po të merr buri dhe. Ai nuk e di ti tha, nuk e din tha doli se këta dalin televizor bur. Se ti tha nuk e ata që më njohin mua tha, e din tha se ç'a bëjun ta për gjysmë vote, jo më për një vot. E dyta shpend. E dyta, po fliçin për të hynte, po fliçin për me kutime vete. Po fliçin për luftë civile sot. Po.
Apo jo? Po, Për 44, po, 44, 44. 43-44. Po ne sot jemi të marrë peng civil. Po. Gjithë civilët e Shqipërisë atë Po. marrë peng nga bandat. Po. Ky e gjeti Shqipërinë me krim ordiner Po, me krim ordinere ka gjetur dhe fiks. ka kthyer me organizata kriminale. Po. Niveli më i lartë i krimit është organizata kriminale. Po, i ka kthyer Ke brenda mafios. politikan, Po. ke brenda njerëz të pushtetit gjyqësor, Gjyqtar, jurist, prokuror, politikan, deputet, nivel ministrash, kjo është mafia. Domethënë, ata undergroundet, malavitat që rrin në përlagje, në përbodrume, kanë kontroll të lartë e këta sepse ligjet formsohen për 5 veta. Domethënë, ligjet në parlamentin e Shqipërisë formsohen se si ti kaloj rruga apo tuneli një investitori shumë të madh bër. Ndërkohë që rruga ime këtu hajde kalojmë nga ku parkove ti makinën, mos të bjerë shi o Ermir se bëhet pellgaça. shpend Mes Tiranës. unë jam nga Peqini. Një qytet që secili ka krenari qytetin nuk ka rëndësi, Po, domethënë, po. sepse është pjesa e identitetit, Aty ku je pjesa rritur ti, vendim, po, mund po, mund po. të lindesh edhe në majt mali do burr dhe në fshat, kupton? Sentimente. Po je fshat. Për ty është qyteti më i bukur i botës. Po, siç e ka çdo njeri Siç ka vendimin e vet, Mufjerin, kupton? siç ka Buçi Beratin. Unë nuk shkoj dot më burr. Peqin. Nuk e shoh dot me sy, është skamje është. Nuk është varfëri, është skamje. 12 vjet ky njeri më burr, si nuk hodhi një lek më një investim. Dhe ato me varfërinë e vet është nga qytetet e para në Shqipëri që paguajnë energjinë, ujin e këto tjera të shkretat me varfërinë e vet. Po pse o njeri çat keq e ka më? Ore çat keq e ka më, si mund ti të caktosh sepse ka caktuar belerat, shpend. Belerat e krimit. Disa në Shkodër, disa në Durrës, disa në Elbasan. Në Tiranë bien më pak në sy, po Po, këtu ka sepse Tu ka shumë, po nga që janë të gjithë këtu edhe kanë zonat e tyre që nuk po, me kujdes. Dhe ky na ka kthyer në një vend mafjes, në një vend krimit organizuar. Nuk ka këtu, unë nuk kam asnjë mlef për zotrin fjalë. Pse s'kam asnjë aspiratën për të qenë për të ardhur për të llabëruar në gjë. E vërteta është që ty edhe mua besoj, po edhe ndonjë tjetri janë afruar dhe se kemi dashur të pjesë. Po. Sepse kemi zgjedhë të jemi të lirë pra. Për veten po, për veten po. Po se kemi Edhe për ty e di. Po kemi zgjedhë të jemi të lirë pra. Kjo është historia. Që unë vi këtu dhe ty dhe flas. Mund t'ja fuz dhe kot o njeri. Po. Po jam i lirë mos, Ne po- sepse t'jap kënaqësi të madhe Ne liria po më bëjmë dhe po ja fut kot. Në rast se më të Kupton? keq ne bëjmë spekulim intelektual, pa Po, të pra. dëmtuar njëri. Po pra, Ne s'po dëmtojmë njëri. ndërsa ky ka kthyer këtë një vend në një kopsh primitiv dhe krijon, shiko, gjithë ai investim më shpend aty prapa te sheshi Skënderbeut, se ky do bëj show me mbledhjen e Komitetit Politik të Europës. Po pse? Po janë lek. Ke gjithë ato salla të bukura në Shqipëri më burr. Janë gjithë ato salla të bukura në Shqipëri, që ti pres me dinjitet, se unë nuk jam kundër kësaj, mos është vendi im, patjetër. Ti je kryeminist çon sika, po je zoti i shtëpisë, do ti pres me dinjitet. Po ja të hodhësh lek kot burr tash. Po mos më ç'është kjo histori që bëjnë Po këto. se do vjen lekë ato. Do me thënë, ishim çfarë është ky njeri? Ky është përbindesh. Nuk është njeri, sepse njeriu shpen. Nuk mund ta lejoj egon e tij të rritet mbi kufomat e popullit që i përket. Po Apo se jo? djene ishit të uhajsuar. Më përpara që në kohën e fisëve ka pas ligje kur një njeri, kur shoqëria njerëzore ishte gati Po, primitive, po, kur drejtohej nga fisët, Tribut, parë e po. fisëve, nga tribut. Kur njëri nga pjesëtarët e tributs dilte kundër normave, sa ato ishin ligjet më, ato Po, ashtu ishte norma, ligje se po, ne po, shikojmë kështu, themi primitive, nuk ishte primitive, Ajo është po ishin norma, ligjet e po, asaj kohe. po. Ato shkonin deri në atë pikë sa e përjashtonin. Po, Apo jo. po. Ky çfarë ka bërë tash? Ky ka marrë pushtetin, po përjashton gjithë tribut. Gjithë tribut, po. Ne jemi tribue shqiptare që ky ka masakruar. I ka masakruar. O shpend është dhimbje e madhe për një popullsi kaq vogël sa jemi ne 700.000 shqiptarë jashtë dhe janë 3 më shpend. Mosha Janë ime, gjithë më- mosha 18, 25, 30 vjeç. Mosha ime më Do me 18-35. Këtu ne pas 10 vjetësh ne këtu do ngeli vetëm pensionist më njëri, ti s'do kesh krah pune. Dhe ky tash i krenohet dhe thot do sjell Bangladesh. Po pse njëri do sjellësh Bangladesh ashtu? Nuk kishte nevojë se ky është vend i bekuar, i ka të gjitha gjërat më shpejt. Vetëm leje shqiptarin të punoj, krijoi drejtësi, krijoi ligj dhe mbaroi filmin. Bëhet më mirë se Zvicra. Mbaroi filmin më zotri. Do sa ky krenohet thot. Ik news industrial pakistanes. Ore, unë nuk jam racist dhe më ka ndodhur 2-3 herë kjo bisedë mua. E duket sikur janë teza raciste, jo çka kemi me pakistanezët, çka kemi. Nuk kam asgjë me ato. Këto ti thon njerëzit cinik Ato të edhe vinë- malinj për të nxjerrë nga konteksti. Bile ne të dy e konsiderojmë botën si shtëpi të përbashkët Po, njëherë. po. Për mua s'ka shumë rëndësi italiani Zero. edhe kështu. Fare. Mua më intereson njeriu mirë. Jemi valla. njerëz zotri, nuk du ta dim fare. Por plane dhe platforma që kërkojnë të zhbëjnë homogenitetin tënd etnik Po. dhe të kërcënojnë ekzistencën tënde historike, Sikom, këto nuk kanë të bëjnë fare me humanizmin në njeri. po
Kjo është komplet antihumane, Është anxhet. Po kjo është antihumane, si që nga humane. Unë po shkatroj popullin tim se do sjell disa pakistanese vjen keq se kanë rrogën 20 euro në muaj ato. Kjo është antihumane, më shpat. Dhe unë prandaj po them, ne mund të flasim me orë tëra këtu. Ky është një regjim që duhet heq. Ky është një regjim, nuk është individ që duhet heq komplet, në mënyrë që këtu të hapet loja. Unë nuk e di a do hecim më shpejt me djathën apo më të majtën. Po unë di që demokracia ka ligje, demokracia ka formacione politike që garojnë disa të majt, disa të djathë, disa të qendrës, disa qendrës djathë ekstreme, qendrës majtës ekstreme, po kjo është amo loja që kemi pranuar gjithë vendet e zhvilluara, vendet e perëndimit. Kjo është demokracia në vetvete. Në momentin që ti ke prish sistemin, zotëri i dashur, ke humb gjithçka dhe nuk ke shans të rikthesh, le të bëj propagandë sa dush. Disa njerëz e kuptojnë, disa kur mos e kuptojnë. Se s'ka asgjë. Atëherë, për ne është e rëndësishme këtë nuk është ndryshim pushteti. Është fundi i tranzicionit. Këtë është zhdukja. Është fundi i tranzicionit. Këtu është fillon epoka. Dhe ne 12 vjet jemi të vënuar për këtë tranzicion i dashur. Sepse ky e ktheu rrotën e historisë prapa. Un kam pas ti e di shumë mirë që un nuk kam thënë kurrë një fjalë mirë për Berishën kur ishim pushtet. Jo për Berishën, fal, për kryeministrin. Në sensin se Rama Berisha e marrin për kritikës se një njeriu kundër qeverisë e kundër disa fenomenave që shikon. Absolutisht. Po nuk krahasohet kur korrupsioni i Berishës me këtë. Se ke shifra, po se ke shifra. Nuk është çështje dëshire kjo, ke raporte ndërkombëtare, kupton? Nuk krahasohet kur mungesa e ligjit në kohën e Berishës me këtë sotme, se sot ti je out komplet, nuk ke asgjë. Shpend në Shqipëri ka qytete që ti nuk guxon tysh në punë, mik i dashur, edhe po të militosh tek partia e pushtetit, në qoftë se nuk të jep vizën kreu i bandës së qytetit, duhet i themi këto gjëra se s'ke kohë më, nuk ke kohë më, kupton? Ky është merr. E di. Në Elbasan para 2 javësh u rrahan njerëz. Nuk guxon njëri t'ia përmendi emrin Suel Çelës. Pse o njëri? Dhe shteti shqiptar tash i për treguar që ne po bëjmë punë, krenohen se kapëm çapën e sollëm nga Dubai këtej. Shumë mirë më. Gjithë ato njerëz që kanë shkel ligjin, patjetër më buri dhe. Patjetër se kjo është shoqëria, kjo është demokracia, shkelë ligjin. Ka bërë ky shtet. Po si ka mundësi që bandat e tua të pushtetit nuk i ke, edhe ato që janë në arrest shtëpie sot, arrest shtëpie, mos i përmend me emra, i ke gjithë në fushat. Po si ndodh kjo? Një polici ka që inkriminuar, është merr se këtu fillon drejtësia shpend, fillon nga policia. Pastaj gjykata, pastaj prokuroria, gjykata etj me radhë. Dhe ne jemi mbyllur gjithë kjo historia tani, shiko se do na shpëtoj Spaku. Shpend. Giotina? Shpend. Ndihmon giotina. Spaku është i kapur po prapë një pjesë të madhe. Po them rasti më të mirë nuk është i kapur, po është një hallk më. Po. Në rastin më të mirë. Në rastin më të mirë është një hallk, kupton? Po hallka tjera po s'funksionon, çfarë do bëjnë? Ku do shkoj Spaku? Sa operacione dhe sa vendimet Spakut kanë dështuar sepse policia që ka zbatuar ligjin për t'i arrestuar ka çuar haber. Ne kanë ikë njerëzit. Tash në kërkim ndërkombëtar nga Interpoli, ambasadori jon në Zvicër, në Austri, e kishte përdorur ambasadën për strehuar kunatën e vet. Po normalo sepse ti ke zhduk sistemin e karrierës në ministrinë tonë të jashtme më zotëri. Ti nuk ke më diplomat më. Domethënë a kuptoni çfarë ndodh këtu? Shpend, ti nuk ke shkollë diplomatike në Shqipëri, di apo jo? Nuk ke diplomat. Tu ke njerëz partie që mësojnë gjuhë huaj, ka një profesion XY, në rastin më të mirë kanë lexuar marrëdhënie ndërkombëtare, në rastin më të keq kanë mbaruar për punë sociale apo psikologjik, apo ku ta diun çfarë domethënë, apo për inxhinier elektrik, inxhinier elektricist, i devotshëm i partisë, ka një lidhje me pushtetin dhe ikën ambasador, merr i madh niveli jon, mos e hap të pjesë fare. Niveli jon i përfaqësimit është merr i madh më burr. Ky ishte njeriu që kur erdhi në pushtet në 2013 luajti me kartën e diplomacisë ekonomike. Sa kompani të mëdha kanë ardhur Shqipëri? Asnjë. Çfarë bëhet me ato kompani enigm që dikur në shfaqen amerikane, diku shfaqen si kanadeze që nuk janë as amerikane as kanadeze, po ne të dy e dim shumë mirë që pas tyre janë kinezët. Po. Edhe atje ti qyteti jot i dash. Edhe atje ti qyteti jot, pra, te fieria aty afër. Po ç'është kjo më shpejt? Ne ka marrë kinezë. Ndërkohë që politika pro-amerikane, neve kështu në retorik. Jo, ndërkohë që ky thot vetëm me mua do shkonin në Europë. E kupton ti që dielli i Europës tit është Pekini. Jo, është Brukseli. Dielli i Europës ti është çfarë do t'i japi një grur vllau Vučić që ka bërë deklaratën që ne kemi vëllezërit kinez në qoftë se Europa nuk na subvencionon kohën e Covidit. Shiko,
Kina është fuqi e madhe. Jo, Kinën dhe ky të bëj një Kinën e duhet ta përdorin, po jo kështu si bravo. Do të bëj një jo si ky. të bësh një politikë ekonomike të pasë, Kina ka dhe gjë të mirë më. Se ke larg. Kina shiko, e para ke larg, e dyta ke një miqësi që ti mund ta Po, rigjallërosh që mund ta pozitivisht. pozitivisht. E treta, Kina nuk ndërhy kur në çështjet Se politike. s'ka hyrë as fare atëherë s'ka në asnjë hyrë. vend botës. Shpend, shkon Dubai. Kush e ka ndërtu Dubai shpend? Gjithë Kina. Po. Kush e ndërton sot e kësaj dite? Kina. Afrikën kush Gjithë vendet e pasura. Domethënë nuk kemi asgjë kundër Kinës, përkundrazi, ti je i zgjuar që të përfitojë nga zhvillimi i madh i Kinës. Por jo, të ndryshoj kahun e historisë o njeri. Nuk mund ta bësh në një vend vogël tek ne këtë pjesë, domethënë krijo letra falso, regjistrime falso offshore këtu, nuk e di atje dhe ty del kinezi me 2 puze nate që kanë në Shqipëri apo se s'shkon ajo pjesë. Dhe në fundit ti si vend, ore ta marrë dhe Netanyahu le ta marrë. Po çfarë profitojmë ne o njeri? Çfarë profitojmë ne? Ne kemi as pikë naftë tonën jashtë o burr. 1700 lekë. Ç'është kjo më valla? 1700 lekë naftë o vlla. Vend produs. Dhe problemi më i madh, edhe do ta mbyll shpenë se të mora gjithë kohë, e përsërita për 3 herë. Mos e përsërit. Po duhet kufizoj veten time se s'po shfryhem miku im. Nuk po shfryhem miku im. Të merri më atë. Unë shijoj shumë dhe komunikimet. Pjesa më qesharake, më e poshtër e këtij që s'ka ofertë fare politike dhe s'ka pas asnjëherë përveç 2013-s. Nuk ka. 2013 ishte fryrë shumë. Po të shikosh tabelat që del në fushat kështu tash thot, ne jemi këtu thot. Saliu e kishte kështu, po në 2030 ne do të çojmë kështu. Ç'a 2030 flatim më? Janë po jo po bën zgjedhje sot 2029 është mandati jo mik. Ky flet për 2030-ën. Ku fyn kështu më? Ku fyn ti më? Po na ka lënë tërë vjenjora dhe PISA 2023. Shikoj gjithë shifrat e fundit në tabelat që nxjerr 2030. Ti je pedagog shumë i mirë në fakultetin filologjik. Institutin e Studimeve Europiane. Institutin e Studimeve Europiane. Mua më kanë thënë studentut, edhe unë i kam sugjeruar kur më kanë pyetur profet, vazhdoj te Fakulteti i Shkencave Sociale për studime renale politike, motra i kam thënë vlla, shko te Ermiri se të paktën të mësoni në një gjë se këtu keni bachelor plus. Se te neve masteri është bachelori plus. Do të thënë realizmi, po realizmi klasik, realizmi liberal, realizmi leshi preshë. A kupton idiotësira, njerëz që nuk dinë 5 fjalë, s'kan lexuar 6 libra që nga koha betares. Po kjo është gjë tjetër. Ti e di shumë mirë, vlla, që çfarë do lëgjoje, varet kombi shikohet tek arsimi. Ku do eci para? Amerika ecën para se ka Princeton, Harvard, Yale. Janë investime. Janë investime. Anglia, Cambridge, Oxford, Italia, Bologna, Sapienza, më thuajti mua Heidelbergu në Gjermania, ka dhënë Martin Luther Kingu, Martin Lutheri ka dhënë cim, ka dhënë gjysma e filozofëve të Europës, ka dhënë në Heidelberg. Pra, e ka brumin. Këtu neve Universitetin e Tiranës, që është krenaria jon, kurdo që të krijuar, aq histori kemi neve. Neve vilajeti Perandorisë Osmane kemi qenë, përdorur me mercenar, kemi pas historinë tonë brenda historisë të Perandorisë Osmane, që prap nuk e shkruajmë dhe kjo është super gabim. A kupton se ne kemi pas shtetin ton, po ka qenë Perandoria Osmane për 500 vjet vlla. Ne kemi punuar për atë flamur. U ndryshon shtet kombet, krijojmë Shqipërinë. Kemi 112 vjet, 115 vjet me këtë Shqipërinë. Çe kemi boksa e Shqipërisë? Kemi hequr trurin. Po thuaj se po aq sa ka qenë dhe Greqia dhe aq. Aq me 100 vjet diferencojmë neve. Sepse ka këto e përdorin dhe shumë keq këtë pjesë, 500 vjet errësirë. Po në jetë aq ishte edhe po jo mos ka lidhje fare. Po e marr errësirë. Aq ishte edhe në Greqi pse nuk ishte Greqia. Aq ishte edhe në Serbi pse nuk është ashtu. Me Perandorinë Osmane unë hedh tuç argumente kur I them si ka mundësi që të mbanin errësirë brenda territorit vet Perandoria më e shkëlqyeshme për 500 vjet. Se kjo është historia. Si mund të jesh Perandori kur je errësirë? Kur je errësirë, nuk ka shanse. Nëse, këto janë teza shumë të rrezikshme pakisht. Janë islamofobe, janë edhe slave, ka gjëra të vjetra. Janë Shqipëriloviqe domethënë. Janë gjëra luftra botërore ka nisur nga Serbia, nuk ka nisur nga as nga Turqia, as nga Shqipëria, nga Serbia. U vra Franz Ferdinandi Arkiduka, edhe në 39 po prap iniciator ka qenë shteti I Serbisë. Jo, nuk ishte Hitleri ka kërkuar 35 herë këtë ky libri këtu. Roberto Battaglia 35 herë e ka kërkuar paqen me Churchillin dhe me Chamberlainin. Edhe nuk e kanë pranuar paqen. Tani ta flasim historinë siç duhet. Pakën duhet podcasti im, unë do ta flas siç e kam lexuar unë. Jo. Po se s'ka vrarë. E vërteta s'ka vrarë njeriu më burr, vetëm derga bë. Por
në momentin që ti e shikon PISA 2023, nuk e di ti si pedagog shumë i mirë, se unë jam i ri vëlla, jo, shumë i mirë modest. Unë jam i ri. Po mirë, se ti ke shumë eksperiencë se unë, je profesor. Ka në Shqipëri pedagog yll, shumë mirë ka, edhe me nivele shumë mira. Po si pyet kush shpen. Nuk i pyet kush shpen. Unë jam pedagog. Dhe ti do më thuash mua, mirë kam fajin dhe vetë se nuk përfshihen më të shkretët, po i kërcënojnë. Nuk i pyet kush, i dhunojnë pastaj nesër. I përçmojnë. Dhe ai pedagogu shkret atë kam, atë respektin ka se gjithkohon, gjithë jetën e ka çuar me libra. Gjithkohon e ka çuar me letra. Kemi pedagog shumë mirë shpen. Kemi madje për të ardhur keq, nuk e di, qofsha unë i gabuar dhe këtu po penalizojmë brezin ton. Ato që janë para nesh ndoshta janë më të mirë se. Shumë herë më mirë. Dhe unë është merr metodologjia. Ja pjesa e dytë shpen. Ja pjesa e dytë shpen që ne kemi humb për vlerat humane, vlerat kryesore të njeriu. Ndërkohë që kemi mundësi të studiojmë në universitetet që ato të shkretët si kanë parë nëndër vetë, edhe prapë kur vim të pse, se para se ti jesh pedagog, para se ti jesh politikan, para do ti jesh njeri. Ky është gjithë problemi. Ne po prodhojmë për binça, ka një shprehje shumë madhe dhe unë nuk dua ta t'i fus nuanca religioze, po s'kemi ku shkojmë. Meqense erëm te kjo pjesë. Ka një shprehje shumë madhe, një nga etërit e kishës, mua më kujtohet, ma ka thënë para një 20 vjetësh, kryebeshkopi Johan Pelushi, si sapo zon. Një nga etërit e kishës thonë kështu: eduko njerëz pa Zot dhe to prodhosh demon. Ky një nga defektet e mëdha që ka ky njeri që po flasim sot ne, është pikërisht kjo pjesë. Është bukur shumë kjo. Është pikërisht kjo pjesë. Do prodhosh, më thon, eduko pa Zot, do krijosh demon, shumë e bukur. Dhe ky është shumë e rëndë. Shumë e bukur njerëz, shumë e thellë, unë them. Dhe filozofia, dhe po ta shikosh në mënyrën se si ka përcen kjo, se si me çfarë lehtësia është luaj me çështjet religioze, kjo është merr imam. Po e shifsha sot, më duket isha në Shkodër. Nuk kishte çfarë thonte fare. Vetëm nxirrte ato tabelat e viteve 2030 shpet. Ky mandati është deri në 2029, nuk i flet për 2030, e kupton ti? Nuk e di më vëlla tash, si se s'duhet të kaloj edhe në çështje kështu. Çik vështirë të flasë se dashje pa dashje, ti nga që ndjesh e fyer vetë do duhesh ti thosh në një fjalë më tepër tjetër, po unë s'duhet kaloj te kjo pjesë. Po bëni shumë përshtypje dhe ju drejtonte shkodranëve dhe i thonte se gjyshja ime është katolike. Edhe un kam pas respekt, kam formuar respekt e marrëdhënie me katolikët e Shkodrës, po pse mund duhet të flasësh në të tilla leksik përçarësh. Ai ato do Shkodran nuk bëjnë diferencë ndërmjet muslimanëve dhe krishterëve. Kur ka vdek atë fishta i madhi, gjeniu i kombit shqiptar, fjalimin e mbajti në Varreze Hafiz Ali Kraja, nuk do ta si vend botës. Kupton? Kjo është Shqipëria jonë e bukur. Ky nuk di të kapi këto vlera më, që nuk janë thjeshta më. Europa është djeg me shekuj për këto diferenca, për këto probleme. Ti i ke dhe ky do shkoj t'i vejë zjarrin. Ky shkon t'i vejë zjarrin. Del në shkon në Izrael, nuk ka asgjë më. Ne kemi shtet mik Izrael. Patjetër që politika është diçka tjetër, humanizmi është diçka tjetër, kupton? Po një fjalim ordiner, që ky nuk di as ti i fyen tjerët. Dhe tregonte dhe i thonte atyre, shqiptarët e dorëzuan arin, po nuk dorëzuan hebreun. Shqiptarët nuk dorëzuan as ar, po ja vodhën. Ja morën, ja grabitën. Kaq ishte. Dhe ato hebrejt, po të kishin kontrolluar gjermanët, ato shtëpia do e kishin marrë dhe ato. Po sigurisht është shumë e fisme ajo që bën shqiptarët. Po mos e dramatizo më shumë se ç'duhet për të glorifikuar veten tënde dhe fjalimin tënd ose se je një nga shtetet kryesore që ke furnizuar me naftë makinerim vrastare të djathës ekstreme në Izrael kundër një populli të paramatos. Janë 60.000 të vrarë më mburi dhe atë. Dhe ti atje nuk gjete në gjithë kohrat kur fole nuk the dot një fjalë për viktimat e këtyre, se nuk të prish aleancën ty ajo. Ky është merr më burr. Nëse ka diçka. Dhe prandaj po them shpend kemi prodhuar demon. Nëse ka diçka që më prek, edhe nuk më fal për shprehjen se ty të kam mik kam vlla, nuk më rruhet fare, të mërzitet kushdoj, është ajo lufta e Gazës. Ç'e dhimbsh më shumë. Domethënë për lotën vlla, dhe tani jam gjendje për lotje. Vritën për ditë si përmend askush. Kur kam parë trupat e njerëzve të hedhur lart vlla, edhe që i merrnin fëmijët të vdekur kufomat, i merrnin kështu rifugjo. Domethënë, në qoftë se nuk bëhet vlla, mos kesh ndjesi dhe të fëmia do shikosh ashtu dhe mos flasë njëri, atëre neve na pas kam byt. Shpend janë gati 20.000 fëmijë të vrarë. 20.000 fëmijë. Neve pas kemi firmosur me demonët
djalë me pas kemi bë kontratën si shoqëri globale, jo vetëm shqiptare. Pra mos të flasi, mos më thënë të pjerdesh ti për këshillën e sigurimit kur po vritet e ardhmja. Domethënë fëmia është treguesi vetëm që ka zotë. Këshilli i Sigurimit edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës pavarësisht politikës i dënojnë çdo ditë atë pjesë. E përmendin çdo ditë atë pjesë. Kanë çuar ndihma Gaza, çrësika ç'a ndodh tani, kupton? Por ti të mbash të lloj anësie, po pse mos të ri? Ç'a borxhe? Themi diçka unë ty shpend. Ç'a borxhe kemi Izraelit domosdoshmë? As si borxhe as Palestinës, jo. Ata na kanë. As Palestinës. Ata na kanë. Po ç'a duhet bësh ti? Pse ke disa lobist që ushqen me ta themi? Se kjo është. Që ushqen me parat pista dhe kanë dy shtetësi, një nga të cilat e kanë edhe izraelite, dhe ti i marrosur mediokër që vazhdon akoma mendon si disa konspiracionistë këtu hebrejt kanë pushtuar botën dhe ato lëvizin gjithë botën, janë një pol i rëndësishëm. I ka detyruar historia që të funksionojë me ato lloj lobije dhe ti harxhon gjithë paratë e shqiptarëve për të bërë lobije të pista dhe për të nxjerrë dhe për midis tjerave për të mbajtur veten tënde në pushtim në pushtet me gjithë të demonizim që i ke bërë qeverisë shqiptare dhe shtetit shqiptar dhe për të nxjerrë non grado kundërshtarin tat, po ti je frikacak. Se nuk luhet kështu. Nuk ke nevojë. Ti je njeri frikacak. Kupton? Po ke edhe probleme të tjera, sepse ai ishte duke ikë në shtëpi. Çfarë po bënte Berisha shpën? Qytetari digital ishte Berisha, postonte në ai. Po, asnjë gjë të dëmshme. Por çfarë do ta turpërojë një njeri ti në atë moshë? Thash edhe një herë, unë jam nga njerëzit që vetëm kritikuar ti. Atë ka ju, ai atë e ka. Unë e shikoj me raport. Kur e ka atë i shpën? Kur është i fuqishëm vet. Kur është i fuqishëm vet. Se nëse e ke, dili për ballat herë kur është ai i fuqishëm. Jo, e kam fjalën Rama këtë ka edhe me miqtë vet. I poshtron vlla. Këtë pra po të them. Edhe i riciklon. I ra në momentin që ai ishte i tërhequr komplet. Se po duash ti bie kur janë pozitat barabartë dhe përvoja. Ja doktori tregoi forcën. Doktori mund ta keshin natë. I bëra dikujt një pyetje para disa ditësh, këtë po ja bër doktori ka dalë i ka bë atë që nuk e ka bën njeriu. Nëse do t'i ndodhte Edi Ramës i thash. Kjo që ndodhi doktorit. Kjo që ndodhi doktorit. A do kishte mundësi Edi Rama ta ngrinte përsëri të majtën? Në jetë jo. Të majtët do ta kishin hënë si hiena para se ta hashin kundërshtarët e vet. Sepse kamp hienash krijoja ai njeri. Ose doktori mirë apo keq. Këto ministrat i kishte disa njerëz që për shpirt i atribuohen sepse logjika neve na çohun isha ndër mbështetësit publik doktorit. Kam bë luftë për doktorin unë, non gratën X-in Y-in. Gjithashtu që kemi në të njëjtën ashtu. Të betohem, edhe unë kam vetëm për dinjitet, për asgjë tjetër. Votën ja kam hedhur kundër në 2013. Për asgjë tjetër shpend, vetëm për dinjitet. Do thot vllai se jemi kështu mes mish tani. Votën ja kam hedhur. Do ta dëgjoj njëri vetëm podcast. Po, 2013 unë ja kam hedhur të ndjeri Dritan Prifti. Po. Doli pavarur në Fier, erdhi dhe mori pronat e babait tim me qera. 2 mos bëj kot tani si 100 sikur un pash filozofinë se 18 vjeç, po pash i pavarur po, erdhi dhe ndihmoi ekonomikisht që po pagonte, ishte shumë i sakt me fatura me gjitha. Pse jo këtij që nuk prish s'po ja çoj Ramës, sepse lufta ime ka qenë të rjetën kundër Ramës, nuk e kam pëlqyer asnjëherë atë lloj tipe. Domethënë kur ta e glorifikonin si kloni me ngjyra me gjitha, duke i frikshëm. Shpend, e ka bërë një herë pyetje vetes ky. Okej, një ditë do ikën në pushtetit, Çrënsika. Këtë herën tjetër do të kishte ikën nëse ishin Çrënsika. Do të kishte ikën në 2017. Disa gjëra e ka bërë një herë pyetje vetes ky, si do ta kujtojnë shqiptarët të njëri? Shikoja me sy dashamirës të pyetje që po them. Gjejnë gjë të mirë valla, vritë veten. Gjejnë gjë të mirë çka ka bërë ky njeri për 12 vjet. E vetmja gjë që mund t'i ngelet këtij është PR-i që ky ka bërë për turizmin, po në thelb kush e kupton, ky ka bërë vetëm ka përdorur PR-in e Shqipërisë për të ngritur PR-in e vet. Në thelb, s'është po. Domethënë ky nuk ka bërë PR për vendin, sepse Berishës. Unë kam menduar shumë herë, nuk gjej më një gjë. 2100-ën thuash, ç'a bëri Berisha? Firmosi stabilizim asocimin 2005-ën. Në 2009-ën u antarësuam NATO, në 2011-ën liberalizoi vizat. 3 copë. Për të tjerë tjera. Ka bërë rrugën e kombit. Bëri rrugën e kombit. Bëri gjithë rrugët rurale në Shqipëri, gjithë fshatat i bëri me rrugë asfalti. Etj, rriti buxhetet, rriti arsimin, ndryshoi kurrikulat god Berishës u pasuruan në burr. Apo ja. Filloi arsimi privat. God Berishës filloi këtu ka thonë që nuk kemi bë më të mirën. Ju referua kristalit edhe vitrinës e Epsilon. Kemi bë gabime. Patjetër. Personalisht ma ka pranuar kur e kam pyetur për 7501-shin, shpend nuk e kam ditur idem fare. Unë nis për gjë tjetër, na doli na placi bumerang. Ma ka pranuar me fisnikëri se baca është fisnik kur e gjen që ja bën. Prandaj ka njerëz që e duan më shpend.
Prandaj ka njerëz që e duan. Kurse për këtë unë ti e njeh më mirë se sa unë Ura, më Ramën, them. edhe nga mrena edhe nga jashtë, se unë nga Gjej, larg mo, gjithmonë. ja bëj sfidë, po ja bëjmë nga podcasti i Shpendit, Shpend Gashit. Njerëz që vlerësoni këtë kryeministër. Që ne s'kemi asgjë fare, vetëm kërkojmë ta kthejmë Shqipërinë në ulli normal, ta fuzim shina treni se ka dalë na shinat. Ndalojnë Dhe mos ikin hemorragjit. kot. Gjeni një të mirë për cilën ky do mbahet mend. Gjeni një dhe unë dhe Shpendi do vit te ju. Për një do shkojmë Shpend. Unë se di Do fare. sakrifikojmë gjithçka. Unë nuk e di fare se çfarë mund të ketë gjëm. Kam Ka po mund që gjëm, po. mendoj nuk e gjejmë. O Buçi, e vendos do të pyetjen, gjeni një të mirë të Ramës me strisha? Po. Të lutem, a vendos pak që ta bëjmë kështu si poll, që kur ta shikojnë njerëzit ë, na i shkruajnë edhe ti dërgoj. Se kështu pastaj për gënjeshtar, për kështu ky është kampion. Po ky mund të jetë Pinoku. Për kam qyt një herë në 2021 e qyta krye Pinoku i Lindas kur mbante ato fjalimet e veta kështu. Se ishim akoma me masat e Covidit atëherë në burg, kupton ti? Edhe më krijua sidomos ky amfiteatri në Tiranë, më krijua një imazh kështu si këto amfiteatrat antik, domethënë që këto me maska të gjithë, vetëm ky fliste, ha? Dhe këto të gjithë domethënë që lëviznin duart dhe nuk ja shikonte njëri fytyrën. Një pikturë jashtëzakonisht domethënëse. Unë të përshëndes të duart trokas, po fytyrën s'ta tregoj. Gjithë hienat që ka prodhuar vetë. Shikoj, ai Dhe ka. shiko ku ke përfunduar. Unë kam thënë Shiko ku ke përfunduar, fal, Shpend. Ti sot flet për Sali Berishën se është bu Fikmetës, ke 12 pushtet. Sa ministrat Sali Berishës ke çuar në gjykat po them. po. Sa zëvendës ministra Berishës ke çuar në gjykat. Vetëm Spiro Kseron e shkret. Ndërsa Zëvendës ministri. Spiro në çoj vetë Sali E Berisha. çoj Sali Apo, Berisha. se çoj kë. Kur e thotë po, e çoj vetë. Po. Ti jemi korrekt. E çoj dosjen. Po. Janë 2-3 ministrat Sali Berishës, që Sali Berisha sa ka ndodhur incidenti kanë heq. Po. E kanë bërë dorëheqje, kupton? Këtu kene vriten me ska fëmijët, ministri s'do t'ja di. Këtu kene drejtorët e policive, shkojnë kërcënojnë bizneset se më kë band lidhen Shqipëri Shpend. E kjo është sfida e podcastit lirë, që për t'i thonë disa gjëra du t'i mendosh që Po. ndoshta është edhe hapja e syve tu e fundit në këtë jetë. Po. Për ç'kuptim ka jetë apo si e Po lirë? fal ai ti Shkuptim ka po jeta. një ditë luance sa Qa tër jetën qa problemi dele. ka? vlla. Këto kujtojnë se duke i bërë fresk pushteteve të majtë dhe djatë do jetojnë më shumë. Nuk është problemi sa do jetosh, problemi është si do jetosh. Ti e njeh Si jetën. do jesh. Ti e njeh jetën më mirë se sa unë. Jo, Për mos e- jo, për vitet që ke. Beso vllajën. Për mua unë jam i zgjuar i botës. Por di që thinjat e një më të madhi më hedhin tuç se është eksperiencë. Dhe ti e ke parë botën 360 gradë më mirë se sa unë, se unë jam akoma i ri duke njohur. E njohim Malavitën të dy. E njohim Malavitën, se do të ke kontakte se në Shqipëri jetojnë ava. Po as ti as unë s'na ka ardhur njëri sa kam hapur gojën 5 vjet na 30 vjet që ke ti që flet lart e poshtë nëpër media nëpër gjë. Nuk ka ardhur njëri vëlla të më kërcënoj. Pse? Shumë interesante Shpend edhe kjo. Sepse ti nuk e ke di se marrë ku lek janë. vëlla. Po jo, po ti nuk e Edhe bë di se- biznes. Edhe di ku shkojnë, bravo. Po ti s'ke bë biznes vëlla. Momenti As që unë s'kam bë biznes. momenti që vetvete nuk vin kap Nuk të vinë ata për po i Se s'ja ke po i borx. pa të marr lekun, po din ata që të lidhem. Ky i ka marr vëlla. Hajde këtu se nduhesh në 2013-ën, do të ofroj këtë, do të ofroj atë. Unë po erdha nesër të hedh kandidaturën time për kryeministrin 2029-ën. Çmendem më vëlla, shikoj që situata është kot, do marr teknokratët më të mirë. Ty ful vjen Buçin gjithë ja ku është skuadra ime, unë nuk jam gjithologu, unë mbyll pjesën ekzekutive, ja ku e ke tjetrin për këtë. Nuk do t'i them unë, ai let ma japi votën, edhe kriminali ma japi votën. Po Se- sigurisht edhe aty se duhet. do ka drejt Po kushtetuese. nuk do ta fus aty, nuk hyn dot në zyrën time ti duke shqyer derën. vëlla. Sigurisht. Se do të çik autoriteti. Unë s'jam burrshteta skot për me marr ti. Tani ti se po nxjerr Buçi duket atë pyetje që bëm ne, po këtu ka pyetje sa dush më. Një pyetje tjetër Po që kjo është më mirë se ky është sondazh. Çfarë mund të mbani një pyetje gjë të tjetër mirë që nga mund të Tirana? bësh shqiptarëve sot. Më thuj 5 emra ministrash që janë qeverisat. 5 se nuk po të them për deputetash, se kjo është thellësisht rrezik asaj vetë si dihem edhe Vallai, deputetëve. 5 Nuk e veta di. njohur nga PS. Megjithatë, më vjen mirë Shpend që e morëm pak me humor, por jemi një javë përpara një ndarje të madhe epokale të cilët ne kemi mundësi ta bëjmë. Unë nuk jam këtu dhe besoj bashkohemi bashkë për të bërë fushat për askënd. Pavarësisht se secili ka zgjedhjet e tij Po, personale. absolutisht. Por unë kam bërë mend të vdes në Shqipëri Shpend. Kur shqiptarët donin të iknin jashtë, se s'kishin Po. bukë, unë kam shkuar 91-shin, po kam shkuar student.
kam shku student, Po, nuk ke kisha fatur, asnjë para. Ti ke bër në babai, familja ime që ishin intelektual në Tripoli. Në Tripoli, po. Dhe babai me familja ime që ishin intelektual nuk kishin të mjepshin $50, ka shku ka marr borx. Unë nuk kam turp ta them të fare. Fare. Shkova për studiuar, kisha gjitha mundësi të jetoja jashtë, doja të vija në vendin tim, o burr. Nuk është që urrej botën fare, po ndjeja më mirë këtu më. Ndjeja më mirë edhe se do takoj dhe shpendin, se do pim dhe i kafe poshtë, sepse është natyra e njeriut më, kështu është genetike më, janë disa gjëra genetike më shpend. Më pëlqen edhe të zihem ndonjëherë në ku ta diun çfarë në stadium futbollit, edhe të bërtas ndonjëherë, kupton. Po edhe të shkoj të haj mishqinjin hell që nuk e gjen askund domethënë, apo jo. Do pakën perëndim jonjë. Etjera apo të kuleçrit e famshëm në veriun e Shqipërisë apo në jug. Domethënë, kjo është natyra ime dhe unë e çmoj këtë pjesë, nuk është puna që s'kam tjetër. Jo më ndoshta nuk e di, ndoshta jemi edhe çik handicap kështu nga kjo historia që nuk e di, nuk besoj që jemi aq kufizuar sa i ta përshtojmë botën se e than fillim të herës. Po mjafton, më pëlqen të jem vetë, ndjehem më mirë. Tu më se ndjehem mirë, është kaq. Nuk është problemi se urrej serbët, urrej grekët, urrej italianët. Ndjehem mirë valla shpëtime. Po është dhe detyrim moral është pa. Fundit babai, nëna, në fundit ka një moment që të thot, unë të rrit apo nuk do të zoj, martohu thot se du të shoh nipërit e mi. Po në një kënd vështrim tjetër, shpat. Ky vend na ka rritën, ne I përkasim Po, kësaj toke, këtij dheu I përkasim ne. Nuk është turp që na dha gjithçka dhe ne nuk jemi të aftë t'i kthejmë 1%. Vetëm e vjedhim më. 1%. Vetëm e vjedhim më. Ndërsa këta vijnë nga ana anës dhe shqiptarëve I marrin frymën, nuk janë askushi, nuk kanë asnjë merit në këtë vend, nuk kanë asnjë lloj niveli intelektual. Është turp e faqe zez, shikosh këtë fushat, nuk ka pas Shqipëria kësaj fushate, siç ka pas këtë herë, mos ketë një ofertë politike, krau tjetër është zero fare, tregon Barsaleta, bufi, kneta, mushkonja, o burr, shaj, se nuk ta heqim dot ne, nuk ndryshojmë ne dot ty tash I burr plak. Po thuj na gjë çfarë do bësh të vend. Me thuj ca gjëra burr, ki dinjitetin thuj. Nuk I bëm këto gjëra më shpend se na dolën këto probleme. Nuk I bëm këto gjëra shpend, se edhe nuk ditën ti boshim më burri dhe atë. Po mos hajdet na tregosh se vendi ti na ç'është Europë. Sepse ke kryeministra, ministra që I ke gjithë në burg sot, dhe ato nuk janë burg se janë burra të mirë. Apo se I ka pisku në I buf, po se kanë vjedh. Dhe pyetja ime që e kanë bërë gjithmonë, shpend është çik kështu satirike, po shumë realiste në vetvete. Kush është Alibaba I këtyre hajdutëve? Alibaba e kemi në Surrel pra? 4 metra nën tokë. Shqiptarët nëse Hapo Susam. Shqiptarët shpend, nëse nuk do të dinë të kapin këto moment. Nuk ka asgjë, hiqe ti largohemi nga emri shpend. Thjesht për t'i dhënë mundësi shqiptarëve dhe Shqipërisë të futet në hullit e normales, nuk e di se ku do shkojmë pas kësaj shpend. Lufta nuk e dim nëse pas 4 vjetësh në podcastin ton do flasim shqip apo pakistanese apo indiançe apo nuk e di se çfarë. Unë di vëlla që unë dhe ti ndar mendin të qëndrojmë. Unë dhe ti që e kemi ndar mendin që e kemi ndarë mendin të jetojmë këtu, me shumë mundësi mund të takojmë edhe në Kanada ose në Amerikë se kur ba me e marr ky vëlla o armën, atë nuk e bëj kurrë shpend. Ba me e marr ky gjë vëllain tat këtu. O duhet me marr armën, duhet me kriju një grup ushtarak, me ustrivit 1 vit, 2 vjet, me përdor armët e gjitha dhe me bë gru shteti, se nuk e ke frikën me këtë se ky tikën direkt në Serbi vëlla. Problemi është ky ka fuqizuar ai shumë mafjen, e ka futur në shtet, ka humbur ka vendosur sikarët e veta dhe populli thjesht vëlla në fund ditës unë me dal tani me thon një gjë të tmerrshme, unë jam askush vëlla, unë jam personazh publik, një djalë që po ndjek ëndrrën time për të dhënë diçka, edhe për t'i marrë Shqipërisë, po edhe për t'i dhënë. Të jap çik mendim ndryshe, mendim kritik që do thuhen ca gjona. Kaq është milingoni jam unë kaq u I sjell. Po aq duhet nga të gjithë. Edhe më sjellin, më shikojnë sikur jam Mesia që unë edhe për shkak besimit që kam Zot që nuk e kam idhujtarim fare në koncept të kem idhuj. Po dhe kur më shikojnë ashtu si ashtu isha diem fjer për shembull, erdhi një djalë 17 vjeç yll demokrat, apo nga Lusha, ta bëjmë një foto bashk. Po pse ta bëjmë nevojë për modele. Po pse ta bëjmë foton tash, hajde ta pim kafe. Hajde ta pim kafe. Janë gatshëm. Ofroj hapi rrugën modele dhe shikoja se si ndryshon. Ora hajde ta pim kafen tash. Ul aty po shikoni. O vëlla jam për mishi Gjaku dhe unë hajde pim një kafe, shkëmbejmë cigare tash. Hajde bëjmë një muhabet në tregoj çik për Lushen. Ç'a ndodh se di. Se njoh vëlla Lushen ka marrë për të ngrënë byrek të meti. Nuk ka marrë për të parë situatën se ç'bëhet. Ai byreku meti. Kush nuk e ka provuar? Po, kush nuk e ka provuar tër Shqipëria. Pra, vëlla
e shikoj njerëzit kanë impakt tek unë, që jam askushi. I majnogur të flet kryeministri çat impaktit bën. Të vendos frikën, të vendos dashurinë, të vendos tjetër. Me qenë se jemi në podcastin Ky luan shumë keq. Me qenë se jemi në podcastin e lirë, ata them, i gjoj kështu nga shpirtin me Po, gjithë lirinë Po. racionale. Çat të doj zemra. Racionale. Mos më merr leje fare vëlla. Ky njeri ka rënë shpe. Të Hyra- lum goja vëlla. Hyra në 21-shin. Po e legjitimoi faktorin ndërkombëtar. Yuri Kim me Kim Ir që ishin këto Po. që shite që mua më kujtojnë këto produktet e demodes të atyre të kohëve. Çrënsi ka nacionaliteti që kanë, se s'ka sot. Po. Shpen, ky ka rënë. Dhe këtë herë nuk duket më aleat ndërkombëtar ta legjitimojnë masakrën e këtij. Lexo raportin para 4 ditë përpara të së Të bëjes. së bëhes po. E lexove? Po e lexova edhe nga Gjermania dhe nga Rrezik për demokracinë. edhe nga Valencia erdhi një mesazh, erdhën 2 mesazhe E këtu. cilësoi kryeri Linasin rrezik për demokracinë. Para 2-3 javësh ose më saktë muajin e kaluar Arte, televizioni gjerman, po është televizion publik, Po, kanal publik. Po. 50 e ca minuta dokumentar, Shqipëria shteti i narkotrafikut. Për këtë, edhe televizionet tjerë, me pak fjalë, ka ndryshuar historia. Pse? Jo se është Berisha që duhet rikthehen në moshën 75, por nuk mund ta duroj Europa një vend kandidat që degradoi si Kim Jong-un mes. Kaq, ky e mbushi kupën. Do zoti se kupton dhe trash zullumi dhe këtë herë. Unë besoj se Po ka unë t'jap kuptuar. fjalën që 2030-a, po nuk e kalon dot lumin të herë. Dhe këtu qofsha unë i gabuar miku dashur, podcasti i Shpengashit do vazhdoj dhe do ma bësh një ftesë në momentin që do na dali ky. Ti e ke Jam ftesën. 100% i sakt për Unë këtë e di pjesë sa- dhe e besoj 100% këtë pjesë, nuk u bën ai profeci se unë ti e di që ne skemi Po. këto lidhje, thjesht llogarit. Ky e ka mbajtur me banda, Po, por po, po. bandat nuk Ka do bëjnë qenë- dot asgjë po mos e legjitimon dhe faktorin ndërkombëtar. Nuk ka më faktor ndërkombëtar. Unë ditë vetëm Se i ka fshi fotot e brother Sorosit nga Facebooku, sepse na shtisë se Amerik Sorosin e kë. Sorosi si ishte Amerika, me ki dashur. Ky është klona. Sorosi se shtëpia bra. Është klona bur. E, pra. Ky është, më thënë, nuk është as Tramboli, ky është as Gepetto, se Gepetto krijoi Pinokun. Stramboli lunte Jo më kukullat. kanë bërë ato Ky është as master as papet, ky është nuk e di, ky është një kukull tjetër. Ky bur. është zotëri Ky është i thot kukull gjithë tjetër. botës. Çfarë doni t'ju jap, vetëm bleni mua në pushtet. Çfarë? Dum shqiptar 400.000 vet ti çojmë jashtë. Nani thot, merrni. Dum kaq miliona, më sillni me Gonigallin se ju e jap unë. Për Dakor. sa i përket podcastit. Mbaroj, por Unë- shpend. Në këto 12 vite do mbahemi vend, do mbahemi mend në historinë e Shqipërisë si periudha më qesharake e jona si shqiptarë. Hyrin Këto 12 histori vite pak, atë mbajnë përcoj. qesharake. I hyrin historit. Do qeshin shqiptarët dhe brezat që do vinë. Po por ne që jetuam që shumë e dhimbshme. Zengjinea pra. Na kanë sjell Zengjinen apo. Domethënë të shikosh Zengjinen kandidate për deputete është ti të marrësh thikën t'ia kputësh vetes më këtu dhe thosh nuk do më jetu në këtë vend. Jo, vana do jetojmë se A, bëjmë kupton? kurat pjesë e këto gjithë, nuk i bën përshtypje këtyre se po merr thikën ti. Sepse për 10 Kënaqen. sepse gjatë mandatit të shkuar miku im i dashur se i harrojmë në shqiptarët gjërat shumë. Dhe shqyqy që ka bëu Zoti harresa se do kishim vdek nga dhimbja, po mos Po. kishte qenë harresa. Pate me 10 njerëz që u futën në burg se s'kishin paguar 10.000 Vrau lekë. veten ai. 10.000 lekë Vrau energji vetën. elektrike dhe varën veten nëpër burgje, e kupton ti? Vrau veten njerëz. Ajo është dhimbja e shpendi. Ajo Unë- është dhimbja e shpendi. Unë se di të them vetëm një gjë, për sa i përket podcastit, ti e di që unë të kem javë për javë këtu, jam më i lumtur në botë, po e di që ke punë, ke hallet tua të gjitha. Megjithatë ti ke kohën tënde, do ta kesh. Ë, Herës do ta kesh. kur të doj zemra jote, vetëm një telefonat në toj, unë jam i lirë sot, se unë nuk kam shef, nuk marr as pronarin, a e hap do të vënin, sa hap do të vënin, e bëjmë në çdo lloj ore të mundshme duam neve regjistrimin. Kështu që këto ka të mira ky koteci këtu. Pa merak. I bëjmë kur na doj qefi neve, se ti e di që mua më shijojnë shumë gjona se janë shumë të thella dhe i japin, i qëndrojnë, janë universale. Po të shikosh edhe pas 2 vjetësh, këtë lloj podcasti, mbasi s'do jetë Rama, edhe shpresoj që mos jetë Rama, po ai që do t'i përngjaj Ramës, do ta gjej veten te kjo gjë, sepse këta kanë Nuk do vi të më në njëjtën- Shqipëri, të garantoj shpend, nuk do vi më në Shqipëri model si Rama. Harroja. Ma ka thonë nuk e di. Po se nuk është model Rama. Elvira Nuk është model. Fal, Elvira Shemci e Durrësit, mikesha jona, erdhi këtu për një intervistë, më tha mua, ky ta ngjan me Erdoganin, ta ngjan me Putinin. S'ka lidhje fare. Erdogani ka bërë vendin vet. Pikërisht pra. S'krahasohet E fare. ofendonin tash. Çfarë Ore, thumë? Putini mund ta vrasë Navalnin. Ky tjetri mund ta burgosë atë
kryetarin e Bashkisë Stambollit. Po. Po në të dyja rastet, këta e duan, njëri do Rusinë më shumë se veten e vet, tjetri do Turqinë më shumë se sa veten e vet apo. Patjetër. Edhe unë nuk e bëj atë kundërshtarin të Ka sa mirë. dush arritja ato. Po se bëj unë kundërshtarin të mirë ko tani se thot bota që Erdogani ishte keq. Unë kur kam vajt në Turqi, vlla Erdogani ishte çok aslan. Ja kam parë ishte vendi më i mbrojtur i botës vlla. Unë nuk kisha frikë të dilja. Shikoja në Francë, shikoja ushtri që vinin në për shopping mall-e në përgjë Mzurit merret tash terrorizëm me gjitha, nuk flitin Turqi për terrorizëm vlla. Që është më afër ka kurdët, ka ISIS-rat, ka gjitha, nuk flitet fare për terrorizëm. Shërbimi i brendshëm dhe shërbimi i jashtëm ishin 100% non-stop. Në kë ngjan ky lider jon? Ky lideri jon, e di me kë ngjan vlla. Ky është versioni më i shëmtuar i Kim Jong-unit. Ky Kim Jong-un i dytë, ky budalla, ky i trashi se. Ky që vret hallën se suçoven këmbë. Që suçoven këmbë. Ky është Aladini vlla. Ke pra The Dictator filmi? Ai është këtu. Fix. E vrau tjetrin se e donte bombën bërthamore konike, jo kështu. E do më të bukur formën. Domethënë, vlla, unë uroj edhe ta besoj të intuitën, uroj që fjalët e tua dhe unë e ndjej. Nuk e ndjej të strukturat e PD-s, sepse ata janë aq të agituar në luftën e brendshme. Patjetër. Po dhe tensionin e zgjedhën. Tensionin. Po lexo popullin. Lexo frymën popull. Populli, unë kur kam vajtur dijem fier, nuk e kej dën. Unë e kisha krenari vlla, nuk ka bëra një urrëtie të jashtëzakonshme nuk për bëra një pakënaqësi të jashtëzakonshme. Nuk bëra fjalim patetik siç bënte Petalja se vetëm Edi Rama, se unë e di që vetëm Sali Berisha nuk shtyn dot para. Sali Berisha do Ermirin, do Shpendin, do Buçin, do X-in, do Y-in. Ore Sali Berisha i zu rrota bishti mos e thash edhe një herë. Sali Berisha është shtimur, o thash më, ai po bënte opozit me qytetarin digjital. Ka dash me ikë ktheu. To e rikthyn Sali Berisha. Kto e kërku me zor. Se këto mendojnë që Sali Berisha është si këto Laliera dhe këto që shkon se prandaj për ta turpru, sa si gjë s'kishte, e kupton? Prit se ka dhe nga ky aspekt bëri mirë, që i kujtoi shqiptarëve që avash se ka disa njerëz ndryshe. Sali Berisha ti vetë pakën një herë të mbaj fjalim poshtë shtëpisë. Që qenë atje? Një herë vetëm se ma ka kërku një njeri shumë afër doktorit, do të kishim kënaqësinë ta që të vije këtu poshtë. Edhe unë për doktorin e kam thënë publikisht se kam kompleks. Ti që nga parë vakt. Kam një lloj dashurie për gjyën, më ngjan me gjyshin tim vëlla tash. Të dy janë malcor Xhakovës. Të dy janë pjesë atje. Po më ngjan kështu në mënyrë të frikshme tani unë gjyshim ka vdekur në 2014-ën, 8 gusht. I djath besoj, Si? I djath? Gjyshi? Vetëm I djath nuk ka qenë. Vetëm I djath nuk ka qenë një herë shumë me demokratët. Asnjëherë. Biles me kishte kundërshti me Berishën. Po. Për shkak të zgjedhjeve që bënte Berisha. Tani Berisha se ishte pronar. Kishte probleme me pronat. 78501 gjitha me radhë. Por mua më ngjan atë sepse janë të dy, domethënë ata nuk do ishin kur shok se ishin të dy shumë inteligjent. Si karakter. Domethënë ambicioz të dy, njërin në kohën e vet, ky tjetrin karakteret të forta. Dy ambicioz në të njëjtën moshë, se aty ishin, na kupton me 7-8 vjet diferencë, do urreheshin me njëri tjetrin, se nuk mban dy gjela koteci. Por kur unë e shoh mënyrën se si unë diskutoja me Tim Gjysh, edhe kur ulem me doktorin një orë te zyra vet që diskutoj personalisht për gjona, se unë s'bëj muhabete politike, dua thjesht ti marr manualin, t'ia blej mendjen, të bëj diskutime, të kuptoj diçka nga më I madhe. Janë një lloj valla. Janë inteligjent, të prerë, edhe ta japin të provojnë gjithmonë, të bëjnë prova. Domethënë me doktorin çdo lloj takimi që jeti janë provë. Janë test. Jo test për të parë ai ty se çfarë jeti ja ke me të futur se të ka derisa të kesh vajtë doktorit ti ta ka bler ai testën ty, ai je I yni apo I atyre. Po të kalon prova. Unë se kam komplekse e du vlla si person, si politikan nuk ka njeri djalë më të ri që ta ketë kundërshtuar Sali Berishën në mbledhjet veta për ti arsyeja që është e ky Edi Rama kaq I fortë. Shpend mbledh të them diçka. Edhe nuk do të marr më kohë, e mbyllim këtu. Po. Sali Berisha fitoi luftën e vet. Absolutisht. Po. Këto e varrosën, ai pati fuqinë të ngrihej, të krijoi partinë, t'i kthej të gjithë simbolet, vulën, flamurin, godinën, të organizoi partinë, të kërcënoi pushtetin, dhe mos harro që ke një kohë shumë të shkurtër, dhe është burrë 80 vjeç. Ai ka fituar edhe me kaq. Ai ka fituar. Të majt dhe dja. Ku janë të majtët sot bër? Ku I ket majtët më? Majtët janë më siklet se sa të gjithë më sot. Të kam bëu vllai, këtë fushat kam marr gjithë kandidatët I kam të drejtojë të majtëve thoj nuk do të heq nga puna. Se janë të friksuar, se I hapin
u hapin historira me përbinça me gogola, po ikëm neve do ju heqin nga puna, se unë e di se si funksionon administrata. Normal. Shikojnë në sy dhe thoni jo vlla, nuk kemi punëve luft klasash. E ta mbyllim me atë 11 maj mbyllet me shprehjen e famshme të Kadares. Në këtë luftë gladiatorash nuk kemi pse të gjejmë fajtor vlla. Sa Komunizmi ishte luftë gladiatorësh. Secili vriste për të mbijetuar i shkreti, nuk e se donte me të vra. Edhe kur të spiononte rrezik nga Afrika, dupliciteti, doktori këtu ma ka shpjeguar shumë bukur atë duplicitetin. Që në një moment ta e pashera sistemi, i thash fund duplicitetit tim duke pranuar dhe vetë që edhe unë diçka tjetër thoja në publik, diçka tjetër ndjeja. Erdhi momenti që këto u puthitën bashkë edhe e plasa. Se është i zgjuar doktori se ka thënë 70-ën me grup armisor që shkonte viçidol nga erdhi është tjetër. Ai që u ndje hero e boni e hëngri. Doktori priti kon. Por vlla prap unë kam frikë tek strukturat si milingonat Partisë Socialiste. Zotri. Nuk do të certifikoj faktorin ndërkombëtar. Se po mos kishte qenë kjo, që sot do kishim marrë zgjedhjet, siç marrën 2021 një muaj përpara. Ku i ke? Sigurisht që ato po punojnë. Sigurisht që ato po kërcënojnë. Sigurisht që do hidhen para, por nuk do të legjitimojnë, nuk do kemi partner për të legjitimuar, se zgjedhjet në fund fare shpenden njohje. A do certifikohen apo jo? Dhe zgjedhjet në Shqipëri nuk i certifikon Celibashi. Me gjithë respektin për zotrin se s'ka si lloj lidhje me këtë gjë. Nuk ka më Yuri Kim. Nuk ka më Tony Blair. E tjerë. Ky ka mbet vetëm, prandaj merret gjithë ditën me bufin. Me 11 maj është betejë e shqiptarëve, nuk është e Sali Berishës. Kaq. Në 11 maj Gjoni Ermirin, se më ka dhënë super titull mua, në 11 maj është lufta jon, është fundi i epokës, neve duhet të zgjedhim të jemi në anën e duhur të historisë. Ky është momenti jon. E humbëm 45-ën, zgjodhëm të gabuarit, nuk kemi pse ta humbim 2025-ën. Mbarojmë me 5 të dyja. O mbret, të fala Sorosit.